Të nderuar teleshikues, mbrëma nisim emisioni debati në Channel One. Unë për temë sot kam përgatitur vizitën e komisionerit për zgjerimin të Bashkimit Evropian Stefan Füle dhe statusi i vendit kandidat. Për diskutuar për këtë temë, unë kam ftuar disa deputet edhe gazetar analist, pa u mbërkohë unë bëj prezantimin. Zonja Arta Date, deputete e Partisë Socialiste, ish ministre e jashtme. Mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma, mirë se u gjej. Zonja Date, e kuptoj edhe gjendjen tuaj kur në këtë moment ne presim një koleg tuaj të Partisë Demokratike dhe në moment edhe për shkak të angazhimeve të paktën kështu më është thënë, ne e presim dhe mund të ulet përballë jush, besoj ju e mirëprisni këtë prezencë. Shpresojmë që të vinë dhe mos kanë ngrënë ndonjë shuplak nga zoti Fyle sot. Unë kisha përgatitur në fakt një pyetje tjetër, po ju e dhat vetë përgjigjen e shkurtër, kështu që po e lë me kaq. Unë shpresoj që të vinë. Zoti Agim Neza, pedagog dhe analist i njohur. Mirëmbrëma, se erdhët, zoti Neza. Zoti Neza, kam një pyetje të shkurtër për ju dhe përgjigja mundësisht e shkurtër. Media ka qenë si politika në procesin, po themi, të marrëdhënieve Shqipëri-BE në këto 22 vjet? Se po habitet dhe zonja Arta, do të them se si edhe fjalën përpara aty, do të them po reagon. Zonja Arta, po habitem se nuk u bë prezantimi, pa unë s'kam nevojë të japë njëri fjalën. Mos ka prezantimin për turin e për Zoti Neza, vijojmë me pyetjen. Okej. Mendoj domethënë që politika vërtet ka debatet, konfliktet e tyre, por në njëjtën kohë gjithë procesi i integrimit është proces gjithëpërfshirës. Në këtë aspekt mendoj që edhe media është pjesë e gjithë këtij procesi të integrimit. Dhe dashje pa dashje është pjesë e debatit, pjesë e dhënies mendimeve, pjesë e të komenteve të ndryshme që bëhen. Dhe natyrshëm, dashje pa dashje, edhe media mendoj që ka ato problematikat e veta duke u pozicionuar në kahat të ndryshme. Domethënë një pjesë e medias është e pozicionuar në anën e opozitës, një pjesë e medias është e pozicionuar në anën e mazhorancës. Nëse i merr gazetarët dhe i pyet direkt, domethënë në trajtimin e problematikave janë më ndryshe. Domethënë e thon mendimin e tyre drejt për drejt, ndërsa nëse, domethënë në aspektin e përgjithshëm, si thua që janë të ndarë. Nëse shikon, domethënë edhe nga Brukseli që jepen dy raporte, domethënë një raport nga Top Channel, një nga ABC, domethënë shikon që ka interpretime të ndryshme. Pra duke marrë intervista të partive të majta apo të partive të djatha. Pra edhe këtu ka ndikuar kjo gjë. Do kemi mundësi të diskutojmë. Artur Lazebeu, pedagog dhe gazetar i vjetër, po që u shkëputët sa kohë nga pjesa, po themi, aktive e gazetarisë. Mbrëma, mirë se erdhët. Mbrëma. A është i qartë opinioni pse ne nuk e kemi marrë statusin e vendit kandidat, sipas perceptimit që ju keni? Shiko, natyrisht përderisa zhvillohet një debat konvencional, që fillon nga politika edhe pastaj nga media, pra si zonës e opinionit publik, kuptohet që opinioni në tërësi nuk mund tjetë, ose përsëri edhe konkluzionet do t'jenë konvencionale. Ajo që është e vërtet, është që mbi 80% e shqiptarëve e dëshirojnë integrimin, si kundër, pastaj edhe nga arreshtimet që ata kanë bërë, identifikojnë përfajtor njërin apo tjetrin. Ne po të jemi këtu. Faleminderit, do kemi mundësi për diskutuar më gjerë. Gledis Gjipali, drejtori ekzekutivi i Lëvizjes Evropiane. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit. Si njohës shumë i mirë i këtyre çështjeve, në fakt pyetja ime nuk lidhet me Shqipërinë, po ne kemi ato gjërat tona që nuk i vëmë në diskutim, paktën media janë pasqyruar. Po BE-ja ka faj që ne nuk e kemi marrë këtë statusin prej 22 vjetësh? Jo, besoj se faji është në pjesën më të madhe tek ana jonë, kështu që është herët paktën apo me ngjarjet që kemi për të vënë gishtin tek BE-ja. Ndoshta faji i tyre është që nuk e kanë shpjeguar më qartë se çfarë përgjegjësisht duhet mbaj klasa politike shqiptare, por si konkluzion mund të themi është tërësisht faji i klasës politike shqiptare, dhe këtë e shohim me shumë vende të rajonit, të cilat janë nisur dhe mbasnesh në këtë rrugtim të integrimit evropian, dhe tashmë na kanë parakaluar Malizi fillimisht, më pas Serbia, pra faji do ta gjejmë brenda vetes. Do kemi mundësi. Basir Çollaku, gazetar i njohur tashmë, mirëmbrëma, mirë se erdhët, Basir. Faleminderit. Po populli shqiptar a ka faj se ne sipas anketimeve, sipas sondazheve
gati 95% duan të futen në BE, duan të integrohen, por politika s'po i lë. A bëhet populli fajtor? Faji i popullit nuk mund të jetë me etiketë. A është shprehur me vendimarrjen e tij në zgjedhjet e shkuara dhe sa afërmi kemi një provë të dytë për të shprehur se cila pjesë është fajtore, sigurisht ai prodhon elitën vendimarrëse që është politika dhe cila nga partitë, cili nga subjektet do të jetë të fitues, do të shihet se cila pjesë e votuesve ka qenë më në avans, më pasi edhe ti e lidhe po me zgjedhjet, aty shkojmë. Është vetë lidhur, besoj. Faleminderit Basiru, në këtë moment ju ftoj të ndjekim një insert që kam përgatitur, janë 50 momente, 50 data të marrëdhënieve Shqipëri-BE. Si ka filluar raporti i Shqipërisë, i politikës shqiptare me BE-n deri në ditët e sotme. Ju lutem regjia pjesën e parë të insertit për të kthyer në studio dhe për të vazhduar. Datat më të rëndësishme të marrëdhënieve Shqipëri-BE. 1. Viti 1991, vendosja e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Komuniteti Ekonomik Evropian. 2. Viti 1992, në nënshkrimi i marrëveshjes së tregtisë dhe bashkëpunimit, përfitimi nga programi FAIR. 3. Viti 1997, BE përcakton kushtet politike dhe ekonomike për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalçe. 4. Maj 1999, BE propozon iniciativën e re, procesi stabilizim e asociimit, Shqipëria pjesë e PSA, përfitimi nga programi CARDS. 5. Shtator 1999, fillon studimi i zbatueshmërisë për marrëveshjen e stabilizim e asociimit. 6. Nëntor 1999, miratohet nga Komisioni Studimi i Fizibilitetit. 7. Viti 1999, përfshirja e Shqipërisë në regjimin autonom preferencial. 8. Janar 2000, miratimi i raportit të fizibilitetit nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme. 9. Viti 2000, produktet nga Shqipëria u përfshin në hyrjet pa dogan në tregun e BE-s. 10. Maj 2000, Komisioni Evropian prezanton programin CARDS për vendet e Europës juglindore në periudhën 2000-2006. 11. Qershor 2000, Këshilli Evropian i Fieras parashikon se vendet e PSA janë kandidate potenciale për antarësimin në BE. 12. Nëntor 2000, Samiti i Zagrebit, intensifikimi i bashkëpunimit BE-Shqipëri. 13. Viti 2001, viti i parë i zbatimit të programit CARDS për vendet e PSA. 14. Qershor 2001, Këshilli i Ministrave të BE-s miraton raportin e Komisionit Evropian mbi progresin e bërë nga Shqipëria, krijohet grupi konsulativ BE-Shqipëri. 15. 21 nëntor 2002, Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme miraton projekt direktivën për negocimin e një MSA-je dhe vendos hapjen e negociatave për nënshkrimin e një MSA-je me Shqipërinë. 16. 31 janar 2003, hapja zyrtare e negociatave gjatë vizitës së presidentit të Komisionit Evropian, Romano Prodi. 17. Shkur 2003, raundi i parë i negociatave për marrëveshjen e stabilizim e asociimit. 18. 21 qershor 2003, Samiti i Selanikut i ashtu quajtur Zagrebi 2, konfirmon perspektivën për aderimin në BE të vendeve të rajonit. 19. Dhjetor 2003, siglohet marrëveshja e ripranimit të Shqipëri-BE. 20. Maj 2004, Bashkimi Evropian lançon programin TAEX për harmonizimin e legjislacionit për vendet e përfshira në procesin e stabilizim asociimit. 21. Qershor 2004, Këshilli Evropian miraton raportin e Partneritetit Evropian dhe i propozon Shqipërisë hartimin e një plani për adresimin e prioriteteve të këtij dokumenti. 22. Dhjetor 2005, Këshilli Evropian miraton vendimin për parimet e një partneriteti të rishikuar për Shqipërinë. 23. 14 prill 2005, në Luksemburg nënshkruhet marrëveshja e ripranimit Shqipëri-BE. 24. Shkur 2006, në Tiranë siglohet marrëveshja e stabilizim e asociimit. 25.
12 qershor 2006 në Luksemburg nënshkrohet MSA dhe marrëveshja e përkohshme për tregtinë dhe bashkëpunimin tregtar. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zonja Dade, si ishte për ju vizita e zotit Fyle? Në fakt prisim më shumë fjalën status, po zoti Fyle e kishte zgjedhje. Unë besoj që ka një keq kuptim për vizitën e komisionerit Fyle. Dua të bëj një koment lidhur me zgjedhjet e 2009, sepse u tha këtu që populli u shpreh dhe e shpreu vullnetin e tij me zgjedhjet e 2009. Padyshim që janë zgjedhje të kontestuara, janë zgjedhje për cilat ka patur jo vetëm debat, po dhe aksion konkret nga ana e opozitës. Janë kërkesa të opozitës që u artikuluan edhe në një rezolut Parlamentit Evropian, e cila mbështeste krijimin e një komisioni hetimor për të investiguar zgjedhjet, pra ka patur një mbështetje totale nga ana pikërisht e Bashkimit Evropian, dhe pas zgjedhjet lira, të drejta demokratike, nuk mund të ketë integrim në Bashkimin Evropian. Atje fillon dhe mbaron integrimi me kriteret e Kopenhagenit dhe aty është ABC-ja e demokracisë. Sigurisht ka diskutime, së fundmi kemi dëgjuar edhe ca eksponente të djathtës europiane, duke u referuar zgjedhjeve të 2009-s, por realisht ka një shqetësim, jo vetëm me 2009-ën, shqetësimi është edhe me zgjedhjet lokale. Kemi një raport të OSBE-Odirit i cili ka vullosur manipulimet për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës, dhe është normale që Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian, Parlamenti Evropian të shqetësohet për mbajtjen e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare, të cilat do të vendosin nëse Shqipëria do të vazhdoj rrugën që ka nisur drejt Bashkimit Evropian dhe do të zbatoj agendën europiane, do të zbatoj kërkesat që vinë nga Komisioni Evropian, apo do të kthehet pas, ashtu si kurse ka ndodhur rëndom në këto vitet e fundit, në mënyrë të veçantë në 4 vjetët e fundit. Lidhur me vizitën e komisionerit Fyle, shumë pak është bërë publike në media. Kjo do të thotë që po t'i referohemi asaj çka i shkruajti mbas vizitës, që do dëshiroja dhe pres që deklarimet të përkthehen në vepra, pra ka lënë dhe ka aluduar që politikanët shqiptar marrin angazhime, kanë një retorik dhe asnjëherë kjo nuk përkthehet në vepra. Pra, komisioneri, jo Partia Demokratike. Kur flas për politikan, kam parasysh sigurisht, kam parasysh zotin Berisha, ata që janë përgjegjësit kryesor për organizimin e zgjedhjeve. Ju keni përgjegjësi? Po flasim për zgjedhjet, ne nuk kemi asnjë përgjegjësi, sepse ne kemi qenë vërtet faktor bashkëpunimi, edhe në kodin elektoral të 2009-s, është një kod që për herë të parë në historinë e përgatitjes së zgjedhjeve u përgatit me konsensus, u përgatit në kohën adekuate për të bërë përgatitjet e tjera të infrastrukturës, dhe rregullat e lojës u shkelën në mënyrë të njëanshme. E njëjta gjë po ndodh edhe tani, pikërisht në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, përtej faktit që është një komision edhe më i politizuar se sa ka qenë kur e drejtonte Ristani, me emrimin atje të një zonje e cila ka qenë këshilltare e kryetares parlamentit, dhe së dyti, duke akaparuar kuvendi ato kompetenca, ata autoritet që kushtetuta ja ka dhënë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Kemi një problem shumë shqetësues lidhur me mandatet, dhe kjo është një parathënie mjaft negative për mënyrën se si Berisha dhe majoranca kërkojnë të organizojnë zgjedhjet. Është pikërisht shqetësimi i Bashkimit Evropian, sigurisht edhe përmes komunikimit, edhe përmes mesazheve shumë të qarta që kanë ardhur, jo vetëm nga Bashkimi Evropian, sepse këtu integrimin unë nuk e shikoj si kërkesa që vijnë vetëm nga Bashkimi Evropian, janë kërkesa të artikuluara nga gjithë aktorët kryesor, politik bërës global, janë kërkesa që vinë nga partnerët tanë edhe strategjik dhe të gjithë partnerët ndërkombëtar, pa të cilët sigurisht Shqipëria nuk do të kishte patur këtë ecuri kaq delikate, shpeshherë të konsoliduar dhe shpeshherë me defektet përkatëse duke u kthyer pas në standardet e demokracisë, siç është rasti në të gjitha raportet e fundit, po t'i referohemi 12 pikave që Komisioni Evropian ka artikuluar për t'i vënë si kushte në mënyrë që në vitin pasardhës, është fjala pra për opinionin e Komisionit Evropian në 2010-ën, në mënyrë që ne të mirnim statusin e vendit kandidat në 2011-ën, për fat keq, ende këto 12 pika rezultojnë të papërmbushura dhe sigurisht ndoshta do të kemi kohë gjatë debatit, po t'i referohemi raporteve, madje edhe progres raporti i fundit për 2012-ën, flet që Shqipëria nuk i ka përmbushur këto kritere,
po t'i referohemi dhe raporteve tjera të organizmave mjaft prestigjioze, duke filluar që nga Freedom House, duke filluar që nga Transparency International lidhur me korrupsionin, është shumë shqetësuese që ne jo që nuk kemi mbet në vend, po ne kemi bërë hapa pas lidhur me përmbushjen e standardeve. Dhe unë besoj që vizita e komisionerit Fyle për kryefjalë ka patur organizimin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare dhe sigurisht pa dyshim që ata që e konsiderojnë veten politikan, qoftë me përvojë, po për fat keq kam dëgjuar sot kryeministrin e vendit dhe nuk më duket që ka reflektuar. Do kemi mundësi ta komentojmë dhe në një pyetje të veçantë që kam ndjekur me shqetësim atë që ai ka thënë sot në mbledhjen e grupit parlamentar. Do t'jam bëj pyetje të veçantë zonja Dade. Zoti Neza, ju në pikëveshtrimin tuaj si ishte vizita e zotit Fyle? Gati e njëjta gjë, po ju them dhe ju, prisim që zoti Fyle ti bashkonte të dy politikanët më të rëndësishëm në Shqipëri, zotin Rama dhe zotin Berisha, dhe të thoshte, më thojnë za pajtoni, miretoni ato 3 ligje dhe bëni një kompromis. Në fakt, zoti Fyle përmendi më shumë zgjedhjet. Mendimi në radhë parë është që, domethënë, edhe zonja Arta ka punuar, ka qenë ministre e jashtme dhe kuptohet domethënë që në këtë rast është edhe diplomacia dhe domethënë luhet edhe loja diplomatike. Edhe fakti që nuk dha ndonjë prononcim zyrtar zoti Fyle mbas këtyre takimeve, por u bë nëpërmjet deklaratave të ndryshme. Pra, mendoj që në radhë parë nuk duhet spekuluar nëse ishte faji i PD-s apo është faji i PS-s. Pra, ai vjen në radhë parë për një bashkëpunim midis këtyre forcave. Dhe nëse i referohemi, domethënë mos t'i lëmë me njanë edhe deklaratën e Partisë Socialiste, edhe deklaratën e zotit Berisha, edhe të zotit Gjishani, domethënë zyrave të shtypit, por nëse i referohemi deklaratës që ka dhënë komisioneri Fyle në faqen e tij të website-it dhe mund t'i referoni, pra është një vazhdimsi e një follow-up e konkluzioneve të dhjetorit ku është diskutuar për procesin e integrimit të Shqipërisë. Pra, në këtë rast, zoti Fyle vjen në Shqipëri për të bërë thirrje të dy forcave politike, mazhorancës dhe opozitës, për një bashkëpunim në mënyrë që të përfundojë këtë lloj procesi. Dhe përsëri nëse i referohem... Se dëgjuan fjalën bashkëpunoni. Referojnë po them, domethënë shikoje stafin tat, domethënë dhe thuaj është një vazhdimsi e konkluzioneve të dhjetorit. Dakor, po thelbi ishin zgjedhjet. Thelbi është të veprohet, nuk është, e keni shumë gabim, nuk janë vetëm zgjedhjet. Gjë e rëndësishme dhe baza e asaj që artikuloi zoti referoni është tekstualisht dhe thotë, është në vazhdimsi të konkluzioneve të Bashkimit Evropian të 5 dhjetorit. Pra që do të thotë janë gjitha proceset, siç kanë filluar reformat në parlament për të bërë, siç është për kodin elektoral që zonja Dade tani thotë që kam rezerva për kryetarin e KQZ-s, që faktikisht gjerë tani PS-a nuk ka thënë ndonjë gjë, ishte dakord, punë tjetër se çfarë dalin më vonë për të kujtuar. Pra, ideja është që klasa politike, kryetarët e KQZ-s kanë pasur një lidhje me partitë, nuk kanë qenë pa lidhje. Është akoma më i politizuar thash. Nuk thash... Zoti Rama, zonja Dade, zoti Rama nuk e di ta kemë dëgjuar ndonjëherë që ka ndonjë rezervë. Ka ndodhur një shkelje flagrante edhe e ligjit që të vërin në lëvizje parlamentin një zyrtar, një sekretari i Komisionit Zgjedhjeve dhe një sekretari i përgjithshëm i parlamentit. Me këto të dy u vu në lëvizje parlamenti shqiptar, që është shkelje flagrante e kushtetutës. Dhe kjo nuk ka ndodhur asnjëherë. Ne po flasim për kryetarin e KQZ-s, ka pasur ndonjë rezervë zonja Dade nga kryetari juaj apo nga Partia Socialiste? Po çon si ka kemi pas apo kemi pas rezervë? Tani duhet jemi çik me këmbë se mos ta kthejmë nga Fyle. Ajo është një militante e Partisë Demokratike. Mos ta kthejmë nga Fyle, ta kthejmë tani Arta, mos ta kthejmë tani nga Fyle, ta kthejmë tek kryetari e KQZ-s. Të mbaroj me Fyle. Është thelbi dhe zbatimi i kodit zgjedhor. Të mbaroj thelbi zotri. Komisioneri Fyle ka ardhur për zgjedhjet, është i shqetësuar. Nuk ka ardhur vetëm për zgjedhjet, e keni shumë gabim. Ka ardhur edhe për ato 3 ligje, edhe për ato 3 ligje për të miratuar. Dhe për të marrëtuar Suzur, po s'ke qenë takim ti, ka qenë zoti Bushati aty. Ka qenë zoti Ditmir Bushati. S'ke qenë ti aty. Po s'ke qenë takim tani, po ti ishte. Unë mund mos jem fare dhe mund ta di shumë mirë se çfarë është diskutuar.
Dakord? Referoju komisionit Fyller në prononcimin që ka bërë. Çfarë ka thënë konkretisht? Çfarë ka thënë? Konkretisht, zoti Fyller thot në deklaratën e vet. Domethënë, është në vazhdimsinë e vendimeve që janë bërë të Këshillit të Bashkimit Evropian, konkluzionet e Këshillit të Bashkimit Evropian me 5 dhjetor. Të jetë gjithë përfshirëse dhe me konsensus. Dhe janë të gjitha proceset për të ndjekur. Pra, janë si ke reformat, si ke ligjet, dhe në fund është natyrshëm edhe zgjedhjet. Jo natyrshëm dhe në fund. Zgjedhjet kanë marrë përparësi, zotri. Sepse ka shqetësime. Po ka përparësi, do ketë gjithmonë përparësi në Arta. Po do ketë përparësi zgjedhjet, nuk diskutohet. Madje edhe në Këshillin Evropian, nga mjaft personalitetet fuqishme të vendeve që bëjnë politikat në Bashkimin Evropian, janë shprehur që do presin që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira dhe demokratike. Jam shumë dakord. Jemi akoma të zgjedhjet, zoti Neza, jemi akoma të zgjedhjet. Zonja Dadi, jam shumë dakord ke zgjedhjet. Shqipëria nuk do të zgjedhje të lira dhe demokratike. Nuk do ta reduktojmë vetëm ke zgjedhje. Nuk do ta reduktojmë. Nuk do ta reduktojmë sepse aty është folur edhe për çështjet e rajonit, është folur edhe për çështjet e Ballkanit që ju e dini shumë mirë. E dini shumë mirë çfarë është folur. Domethënë me qenë se thuhet di. Është folur edhe për këto gjëra pra. Domethënë nuk do është normale që është folur për agendën europiane. Pa diskutim pra, atë po them pra. Por përparësi ka marrë zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Jam shumë dakord, po mos ta reduktojmë, po shumë dakord, po mos ta reduktojmë vetëm ke zgjedhjet. Pra jemi të njëjtën linjë. Do ta diskutojmë çështjen sipas përparësive. Dhe përparësia në këtë moment kanë marrë zgjedhje. Pa diskutim, po mos anashkalojmë edhe këto problematikat e tjera. Zonja Dade besoj se ka të drejtë. Unë besoj se zonja Dade ka të drejtë. Zoti Fyller ishte vërtet shumë i shqetësuar. Jemi gjithë dakord që çdo popull meriton qeverinë që ka, por jo çdo popull meriton opozitën që ka. Ky është një problem. Pas ka dalë një neologjizëm. Sigurisht. Po ta updatoheni dalin shumë gjëra zonja Dade. Shqetësimi është se opozita që kemi ne sot nuk njeh asnjërin nga zgjedhjet në të cilat ajo është humbse. Nëse kryetari Rama është arkivuesi më i madh i rezultateve humbse të garave elektorale, ky është një problem jo vetëm shqetësues, por problem për të marrë në konsiderat seriozisht. Kemi një opozitë e cila i bën raportet për zgjedhjet apo qëndrimet për zgjedhjet me kryengritje të armatosura. Karshi kësaj opozite sigurisht që duhet një vëmendje maksimale. Kryengritje të armatosur ka bërë dhe PD apo si, ka të bëjë shtator në FT. Kryengritje të armatosur nuk ka bërë PD, se PD që në vrarë deputet në parlament. Edhe PS. Në vrarë në Seli, nuk është vrarë si deputet PS. Gjindi është vrarë. Ajo është vrarë një histori për të cilën autori. Ajo është një ngjarje ka një vendim gjykate ka. Qafoku, ajo është një ngjarje në hetim për të cilën edhe PS-ja nuk është shprehur me akuza konkrete apo me përdorje politike. Është një ngjarje shumë e rëndë nga më të rënda në këto 22 vjet. Sigurisht është ngjarje e rëndë vrasja e deputetit. Çdo qytetar, jo më deputeti. Por edhe PS nuk e një parë tjetë e qartë në kërkesën për hetimin e kësaj ngjarje. Çka do të thotë se është një episod i drejtësisë që mbetet për tu ndjekur. Zoti Lazebeu. Shiko se po rrjedhën po. Kishë një pytje, pytja ime është, pse edhe kur vjen komisioneri për zgjerim, vjen bën takimet, mendoj që kanë qenë takime normale me krerët e politikës, pra PD dhe PS kanë dy variante, sikur të ishte raport. Po ja, shiko, megjithatë, pavarësisht nga dy variantet që u dhanë, cila ishte emruesi i përbashkët i tyre, ishte pikërisht ajo që edhe ju e votre, pra ishte theksit tek zgjedhjet. Ndërkohë, që po të shikojmë pritshmërinë deri mbrëm, apo deri edhe në artikuj që mund të kishë shkruar pra, deri tani, mazhoranca ka thënë që nuk don opozita të votojë këto 3 ligje. Ato 3 ligje kanë fituar forcën çuditbërse, pra nuk don opozita të. Ka thënë mazhoranca, janë votuar ligjet apo ka thënë mazhoranca në ajër dhe ka mbetur pezull. Ka fajsuar opozitën, po them, për këtë problem. Që do të thotë në votim. Ka mund të fajsoj. Po mirë, pra këtë ne mund ta shpjegojmë se pse mungon ose në të vërtetë. Por ka ardhur komisioneri për zgjerim, ka emrin komisioneri për zgjerim. Më fal pasi. Po ndalemi pra po ndalemi tek pritshmëria pra që kishte mazhoranca për qëndrimin e zotit Fylle. Ndërkohë që emruesi i përbashkët po t'i veshrej tek të dyja deklaratës së cilës edhe nga reagimet më pas që pash pra që grupi parlamentar i PD-s që dha atë alarmi që shiko se opozita tash po ka frikë dhe nuk do të bojkotojë apo nuk do të njohë zgjedhjet etj. Pra. Kjo tregonte një lloj, po themi një lloj alarmi, të brendshëm që direkt pa ikur zoti Fylle në Rinas, gjithë ajo mbledhje urgjente
për të dëshmuar pikërisht këtë gjë. Megjithatë, ky është koment, le të themi, mund të jetë edhe në kuadrin e analizave që ne mund të bëjmë spekulative. Cila është ajo që ngelet? E ngelet është ajo që edhe ju shumë mirë e vu të duke, që theks i veçantë u vu tek zgjedhjet. Edhe për mendimin tim nuk ka se si të jetë ndryshe. Ky është gjithë problemi. Por të rikthyer pak në një parantezë asaj që ju thotë më parë, unë kam parasysh që kur u bë rekomandimi për dhënien e statusit kandidat Shqipërisë, pra në dhjetor, fill pas këtij rekomandimi, të nesërmen aty u theksua. Ne rekomandojmë që Shqipërisë të jepet statusi, por të shikohet veprimtaria e institucioneve të pavarura. Edhe kuptohet. Ndoshta për këtë derivoi edhe ai debati me Gimin. Një moment. Veprimtaria, funksionimi i institucioneve të pavarura. Edhe kuptohet me këtë institucione të pavarura. Natyrisht që shiko. Ku thotë 5 dhjetorit? Po, direkt në ta jap unë tani lexoj. Më fal sepse kam shkruar për këtë si për forcim thashë asaj e ka shkruar. Shikoj, funksionimi i institucioneve të pavarura. Në rastin konkret dhe kaq emergjencë, ai nuk ma do me që ato po bëjnë thirrje shiko për ato 3 pushtetet të Shqipërisë. Ky është tashmë një konkluzion i ditur, Ato e kanë të tëra raporte, pavarësisht i ka dhënë opozita apo nuk i ka dhënë opozita. Mund t'i ketë theksuar më tepër opozita, po t'ishe bindur që edhe vetë ato ambasadorë që janë këtu i kanë të tëra ato informacione. Se në ç'nivel nivel është bashkëpunimi midis 3 pushteteve në Shqipëri, kjo është një temë tjetër që hajde do flasim për formulat të tjera. Por me institucionet pavarura, ata kishin parasysh në mendimin tim pikërisht KQZ-n. Mënyra pasaj se si u krijua kjo KQZ, hajde ta gjejmë, ishte mirë që edhe PS-ja me kandidat po themi politik sepse kështu e ndan, edhe PD-ja gjithashtu me counterpartin, kjo ndoshta tek e fundit është dhe një zgjedhje. Ajo që unë për funksionimin e institucioneve pavarura shikoj në rastin konkret, edhe këtë nuk kemi pse ta themi, është që të vënë hoxhë dhe të rrinë mjekrën. Pra këtu shtrohet problemi tashti. Pse? Sepse në rast se tash do bëjnë në rast se duhet kishim marrë masa se si mund të shmanget ajo mekanizmi i shpëtimit, pra si duhet të ruajtur ai mekanizmi i shpëtimit që ishte në KQZ, fjala vjen për votimin 5-2 të gjërave. Ai ishte garancia kryesore që ushtrua mbas zgjedhjeve të 2009-s. Pikërisht pra, sepse 5-2, ja ta shpjegojnë, 5-2 pikërisht tregon që është një vendim pak a shumë konsensual. Kjo është logjika. Ja kena shkaluar qëllimin e vizitës zotit Fyle. Jo, rikthehemi përsëri aty. Po me qenë se i përmendni institucionet e pavarura. Jo, një sekondë dhe një fjali unë e mbyll. Në kushtet që ti, pra, edhe këtë mekanizëm shpëtimi të zgjedhjeve të 5.2-shit, herë e adreson në kolegjin zgjedhor, edhe herë e uzurpon nëpërmjet parlamentit, po këtu vetëm për një KQZ dhe institucion të pavarur nuk mund të flitet. Me fal, të lutem shumë, jo, nuk duhet spekulohet. Turi, me fal. Domethënë sepse para se të vija këtu i kam marrë dhe i kam konkluzionet për çfarë është diskutuar, domethënë dhe nëse një ndërprerje publicitare të shkurtër dhe kthehemi direkt t'ju jap fjalën për replik sepse fjalën e ka zoti Gjipali. Lutem regjia publicitet. Teleferiku Dajti Express ju falë kënaqësinë të prekni madhështinë e malit të Dajtit, në dimër dëbore qetësi, në verë gjelbëri me freski, në një udhëtim të sigurt e të mrekullueshëm me teleferik për vetëm 15 minuta mbi një relief ëndrash, aty ku toka takon qiellin. Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojë në një regjim deri në -20 gradë Celsius. Risi, vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm. Direkt nga rafineritë më të mira italiane, vetëm te Kastrati. Ruaj makinën, ec më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Kastrati. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zotë Neza, vetëm qoftë se keni gjë të shkurtër se po do të them, domethënë, në raportin e Këshillit Bashkimit Evropian të 5 dhjetorit thuhet tekstualisht, inkurajojmë forcat politike shqiptare, në veçanti, domethënë, opozitën dhe pozitën në parlament që kanë rënë dakord për votimin e ligjeve me 3/5, siç janë për reformën për kodin elektoral, siç janë për problemet të tjera dhe
nuk përmend institucionet e pavarura. Thot, duhet të mobilizohen gjithë klasa politike shqiptare, por edhe detyrime që ka qeveria natyrshëm për luftën kundër korrupsionit, për luftën kundër krimit të organizuar, për sistemin e drejtësisë dhe nuk përmend institucionet pavarura. Pra duhet jemi të saktë në këtë aspekt. Absolutisht, sepse unë kam marrë. Kjo është punto. Janë detyrime për klasën politike. Zoti Gjepali, pyetja ime, ju duke pasur një institut që e drejtoni për shumë kohë dhe tani jeni specializuar për çështjet e integrimit. A keni ndonjë, po themi, një konkluzion dhe klauzol më të veçantë se këto ekstremitetet PD-PS, se ne këtë dëgjojmë realisht nga goja politikanëve. PS-ja thotë e ka fajin PD, PD thotë e ka fajin PS-ja. Do thonë, a ka një konkluzion më të moderuar që në radhë parë qeveria PD duhet bëj këtë, por edhe PS-ja duhet bëj këtë? Po, është e vështirë për të thënë ndonjë gjë më shumë se ç'thot Komisioni Evropian. Vështirë pasaj? Jo, nuk është e vështirë, është e qartë, por është e vështirë për të thënë diçka më tepër, sepse Komisioni Evropian e ka shprehur shumë qartë në 12 prioritetet e tij, miratuar edhe në Këshill, se cilat janë detyrat për Shqipërinë për të marrë statusin e vendit kandidat dhe për të hapur negociatat, që në fakt është vërtet fillimi i procesit, ka shumë më tepër rëndësi se thjesht marrja e statusit vendit kandidat. Dhe në këtë këndvështrim është e qartë për të bërë një rezume se ku jemi me 12 pika, cilën Komisioni e bëri në tetor të këtij viti, dhe për marrjen e statusit të vendit kandidat kërkoi miratimin e 3 ligjeve, si dhe dorëzimin e një raporti nga shërbimet e Komisionit Evropian lidhje me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Ky është propozim i Komisionit, ndërkohë që Këshilli ka një tjetër procedurë apo një tjetër mënyrë vendimarrje. Ne vëmë re gjatë mbas propozimit Komisionit që disa vende anëtare ishin skeptike. Hollanda, e mbështetur nga vende tjera, thanë që 3 ligjet nuk mjaftojnë. Thanë që duhet të shohim të gjithë reformat e miratuara, mbështesim Shqipërinë, sepse e ka bërë shumë punë gjatë 2012-s, sidomos duke parë historikun e viteve të më përparshme, por duam që këto reformat të shohim të zbatuara, atëherë ne bindemi që Shqipëria meriton statusin, duke përfshirë ka një shtrëngim këtu, sepse ne kemi parë shtete tjera që e merr Serbia statusin e vendit kandidat, nuk ka shqiptar që mbushet mendja Serbia është më mirë se Shqipëria, por nuk ka dhe shqiptar që ti mbushet mendja që për krime kundër njerëzimit, klasa politike shqiptare është më mirë në Ballkan. Do t'i kërkojmë tani të puthet Nanua me Rama me Berishën tani, dhe kjo është e papranueshme. Nuk është çështja e të puthurit, biles do mendoj që është e kundërta, sepse është duar trokitur disa herë për kompromise midis dy palëve, të cilat kanë prodhuar suksese të përkohshme. A ka dhe një teori këtu, zoti Gjepali, si specialist, që bile dhe për zonjën Dade, unë kam ditën që Serbia mori statusin e vendit kandidat, në faqen zyrtare shkruaj Rusia, vendi dhe aleatu ynë strategjik. Kështë bërë Shqipëria këta se merrim kur neve, atë do të hynim në be. Kur nuk hynim. Po Shqipëria ka hapur probleme tjera vetes, që blokimi apo lufta. Ne duhet të analizojmë pse ka ndodhur kjo, jo pse e kanë favorizuar Serbinë. Jo, pyetja ime ishte që pse Shqipërisja kanë rritur kondicionet. Unë mendoj që këtu po e diskutojmë punën e integrimit në Bashkimin Evropian nga një këndvështrim shumë i ngushtë. Këtë pyetje ja kanë bërë Gledisit, sepse ai e para njerë që integrimi i Bashkimit Evropian nuk është një dekorat e pamerituar që ta jep Bashkimi Evropian, sepse ashtu e mendon Bashkimi Evropian. Dhe ju e dini shumë mirë që është një proces i monitoruar në mënyrë strikte në përmbushje të standardeve. Një. E dyta, çdo shtet me një klasë politike të përgjegjshme, me majoranca që qeverisin të përgjegjshme, pa dyshim që këtë integrim nuk mund të shikoj si një stoli, apo si diçka që është për interesat e Bashkimit Evropian. Në radhë parë, personalisht dhe forca politike që unë përfaqësoj, integrimi në Bashkimin Evropian e shikon si një incentiv për të rritur cilësinë e jetës për shqiptarët. Pra, integrimi në Bashkimin Evropian ka qenë një motivim që ne të përmbushim ato standarde që rezultojnë të përmbushura dhe mbi të gjitha në dobi të shqiptarëve, në dobi të rritjes së cilësisë së jetës. Se sa është realizuar kjo, se sa efektive është bërë kjo, po flasim për 4 vjetët e fundit, po flasim
për momentin kur ne i mbyllëm negociatat, nënshkruam dhe marrëveshjen e stabilizim asocimit. A kemi ecur përpara dhe jemi afruar, dhe sa kohë ju është dashur vendeve të tjera që të marrin statusin e vendit kandidat dhe të hapin negociatat për antarësim të plot në Bashkimin Evropian. Jemi zvaritur në këtë proces, kemi përmbushur standardet, kemi prishur disa standardet të vendosura, siç është rasti që nga 2002 po t'i referohemi, zgjedhja e presidentit konsensual, emërimi i prokurorit përgjithshëm nga opozita, apo kemi vajtur pas. Kemi prishur standardet e funksionimit të parlamentit në mënyrë demokratike, kur në 2004 lutem më lejo të mbaroj. Kur ne vendosëm një standard dhe kemi një rregullore në parlament që u kalua me konsensus. Ne e kemi konsoliduar këtë standard, apo kemi bërë hapa pas? Kemi një rregullore aktualisht të kaluar në mënyrë të njëanshme. Dhe të kthehemi pastaj te një nga ligjet që kërkohet për reformën parlamentare. Çfarë kërkohet nga opozita? Sepse këtu s'dua t'ja përgjigje askujt që hodhi një lumë akuzash për opozitën, sepse e neglizhoj, pash që është një rekord i incizuar nga Sali Berisha dhe nga zyrat e tij, dhe kështu që ka ardhur këtu në studio. Ka ardhur këtu në studio. Unë flas për standardet. Unë flas për standardet. Po flasim për standardet. Kapim reformën parlamentare. Opozita kërkon që t'i rikthehet kuvendit votimi i fshet. Maggioranca ka frikë nga votimi i fshet. Ju e keni parë se çfarë ndodh me votimin në parlament. Kur votat manipulohen në parlament, si mund të ketë garanci shqiptarët apo partnerët ndërkombëtar që Shqipëria do të bëjë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe bie edhe kërkesa dhe imponimi që ne ta votojmë këtë gjë. Problemi është, e tha edhe Gledis, që shqetësimi tjetër kryesor është Shqipëria nuk zbaton ligjet. Çrëndsi ka që kemi dërtuar një shtet në letër dhe kemi ligje të standardeve europiane. Si kemi shkruar vetë njerë. I kemi shkruar me asistencën dhe me ekspertizën e Bashkimit Evropian dhe të institucioneve të tjera euroatlantike që ne na asistojnë. Ne i zbatojmë këto ligje? Absolutisht nuk zbatojnë ligjet. Kemi shkelje flagrante të kushtetutës, jo pak, po në 33 raste nga kjo maggiorancë. Kemi kodin zgjedhor, t'i kthehem prap. U zbatua kodi zgjedhor? U mor vendimi me shumicë të cilësuar? Po. U shkel kodi zgjedhor dhe a i mori kompetencat e Komisionit Qendror Zgjedhjeve Parlamenti? Atëherë pse do flasim që ne të vazhdojmë të prodhojmë ligje, kur në fakt ligjet që ne i prodhojmë vetë nuk i zbatojmë? Dhe ky është një shqetësim i jashtëzakonshëm. Atëherë, u tha dhe është thënë dhe këtë javë nga lideri i opozitës, që Shqipërisë nuk i mungojnë ligjet, por i mungon legjislacioni apo zbatimi i ligjshmërisë. A është kjo një vërejtje thelbësore dhe një shqetësim që vjen nga gjithë partnerët tanë ndërkombëtar? Është përfshirë në progres raportin? Është përmendur në konkluzionet e Këshillit? Atëherë si mund pranohet një vend kur nuk i zbaton ligjet e veta? Lidhur me atë që thoni ju që si është e mundur që Serbia është pranuar dhe Shqipëria nuk është e pranuar, pikërisht kjo është dhe shumë e dhimbshme. E di pse është e dhimbshme? Sepse këto vende që e kanë marrë statusin e vendit kandidat kanë kaluar në një kalvar luftrash përgjakshme. Kanë pasur probleme të shtetëformimit, kanë pasur probleme të konflikteve sipas Bashkimit Evropian dhe monitorimit që është bërë atyre standardeve. Lobingu i Partisë Socialiste kundër statusit. Atyre standardeve që i kanë caktuar në konkluzionet e tyre e kanë Bashiro, ne kemi kjo, sepse ditën që unë i kthehem edhe një herë. Rusia aleati të lutem, unë i kthehem edhe një herë. Po çon si ka kjo? Ka dhe gjeopolitikë. Çon si është? Ka këtu se është Rusia aleate. Gjermania ka marrëdhënie më të forta me Rusinë se çka Serbia. Edhe Rusia. Jo zoti Gjipali, më fal, jeni shumë gabuar. Është aleat zemre Rusia për. Po le të jetë kjo nuk përbën mungesë kritere që mos pranohet një vend Bashkimin Evropian. Që është aleat me Rusinë. Lufte zonja Dade, jeni dakord? Do të flasim për standardet tona. Pastaj do kalojmë në rajon. Jo, ka dy standarde kisha. Dhe për sa i përket Rusisë, kësaj Serbisë, në qoftë se nuk plotësohen disa kushte që i ka marrë tashmë Serbia në dialogun me Kosovën, në njohjen me Kosovën, sigurisht që do të ketë një kohë zgjatje. Dirisa i kanë përmbushur disa standarde. Që më të drejtë datë ndalët më gjatë tek Rusia dhe Serbia është meraku i tyre lindor. Absolutisht në Shqipëri,
subjekti që përfaqëson, sigurisht. Partia Socialiste është me zemër të madhe ndaj lindjes së largët. Të hershme, saktë. Nga keni ardhur ju, mos keni ardhur nga shkollat e Rusisë apo të ndoshta të Ukrainës? Ju e keni identifikuar. Apo të Azerbajxhanit? Ju e keni të Azerbajxhanit me siguri. Zonja Dade është shumë merakosur për drejtësinë. Ta kanë merak se shkelu kushtetuta dhe gjykata kushtetuta shprehur vendimet që zonja përmendi. Subjekti që zonja Dade përfaqëson nuk e ka shkelur kushtetutën, e ka djegur. Ka marrë zjarrin dhe ka djegur institucionet kushtetuese. A është shkelje kjo? Pa për shkelja me zjarrin mbase për subjektin e zonjës Dade nuk është njëjta gjë. Më qartë se ishte një Janari, që është emblema e Partisë Socialiste, nuk mund të ketë për qytetarët shqiptar. Ju në vrarë 4 njerëz, janë marrë kryengritja, udhëhiqje nga kryetari i zonjës Dade, ish ministre, por duke qenë se zonja Dade ka konsumuar konstatime nga këto zonja Dade ka konsumuar të çadrave, pistolete dhe të zonja Dade ka konsumuar më shumë opozit me zotin Rama se sa pushtet, prandaj duke parë edhe vazhdimsinë e opozitës. Është i zonjë nderuar që ka qenë në opozit, në pushtet, i ka provuar gjitha. Pse? Të njëjtën gjë konstatove, ka konsumuar më tepër opozit me zotin Rama se sa pushtet dhe do të shikon edhe një herë vazhdimsinë e opozitës për mandatin tjetër, dhe ky është shqetësimi kryesor. Pra ky është edhe shqetësimi që sjell zoti Fyllë në Tiranë, duke u lajmëruar një ditë më herët nga zoti Rama se ne nuk i votojmë 3 ligjet. Të gjithë zyrtarët e Brukselit dhe të Shtetit të Bashkuar janë shprehur, nëse politika shqiptare, parlamenti shqiptar më saktë, politika aty voton 3 ligjet, atëherë statusi i Shqipërisë për Bashkimin Evropian është diçka që votohet më një herë. Por, nëse duket dëshira e madhe për ta lënë Shqipërinë gjithmonë në Varshavë është emocioni socialist. T'ja u kujtojmë pak se çfarë i toroqi vëmendjen. Si ishte vetëm për PD, ë? Absolutisht. Çfarë toroqi vëmendjen? Të keni probleme me pandëshkueshmërish, zgjedhjet që duhet reflektojnë vullnetin e popullit, apo jo? Me ligjërat drejt, kështu tha zonja Clinton. Edhe sigurisht dhe bashkëpunimi, të cilën ne kemi bashkëpunimi shkelet në mënyrë të njëanshme. Po ju? Absolutisht. Ju zonja Dade, keni kam një pyetje Obama e kisha kundërshtar dhe pastaj ne ram dakord bashkëpunojmë. Po pra sigurisht. Pra dhe kjo mos bashkëpunoni edhe ju zonja Dade, unë kam vetëm një pyetje. Mos bëni paralelizma ju. Jo, zonja Dade kam vetëm. As me Obamën, as me Salionin. Po jo, po kështu e tha, me qenë si referoos Hillary tani zonja sekretar shtetit i referon tha, unë isha një konkurrencë shumë të ashpër, po pastaj gjetëm një gjuhë përbashkë. Unë vetëm një pyetje kam. Patjetër sepse janë në një forcë politike, dakord? Edhe sigurisht që bashkëpunuan. Po dhe ju, domethënë, edhe e majta dhe djata në fundit për qytetarin shqiptar janë të gjithë. Në fund takonin një pikë. Sepse të dy e duan vendin. Po pra, në fundit, dakord? Këtu ka një po pra, nuk është tani më kejnë atë mua dhe unë s'do të votoj. Ka një pyetje të madhe nëse dikush e do vërtet Shqipërinë. Kam idenë që Shqipërinë e du 2 palet. Dhe nuk do ta mbante të mbërthyer. Kam idenë që Shqipërinë e du 2 palet. Kam idenë që Shqipërinë ka fjalë më zotin Rama, duke hedhur në erë njerëz për shkak të korrupsionit, duke e zhytur vendin në një grejmin që nuk e di se sa vite do duhen që të rikuperohen dëmet që i ka sjellë Sali Berisha këtij vendi. Dhe juve jeni analist, nëse jeni analist. Po në analist pra, po thua që se do Shqipërinë, ku do këta janë, duken shumë ataviste. Shqipërinë dhe integrimin. Me vjen shumë keq. Në qoftë se do ta donte integrimin kjo majorancë. Domethënë sepse kështu ofendon 51% të popullsisë që kanë votuar Berishën pastaj. Domethënë thua që edhe 51% që kanë edhe 51% që kanë anti-shqiptar atëherë edhe se duan vendin. Domethënë ti jemi çik realist, domethënë ti jemi. Ajo që doja të pyesja ka gjë, sepse jemi ke ligjet. Thatë që domethënë nuk është e rëndësishme votimi i ligje, por është e rëndësishme konkretizimi. Jam shumë dakord në parim. Jo konkretizimi, zbatimi. Zbatimi, konkretizimi, zbatimi, okej, zbatimi, dakord. Zbatimi, e thot kryetari i PS-s tha. Dakord? E thot Komisioni Evropian. Komisioni Evropian. Tani ju si opozit, gjithë tani keni votuar dhe e vlerëson Komisioni Evropian që bashkëpunimin për miratimin e ligjeve me 3/5. Pra, gjitha këto ligje që keni rënë dakord, gjithë në këto 3 ligjet e fundit, pse i miratuat atëherë? Me qenë se su zbatoj kanë. As kodin zgjedhor. Pse hodhet? Të bllokonin vetëm këto 3 ligje. Pse i lat vetëm këto 3 ligje tani? Vetëm këto 3 ligje? Shiko, domethënë ti jemi çik. A mund të bëni një koment? Është vetëm në Shqipëri dhe vetëm këtu shikoj analist
që të regojnë gishin ndaj opozitës. Po ju mos po them unë, këtë rast... Është rast unikal, sepse në qoftë se realisht arrihet një kompromis, pikë së pari është majoranca që i krijon kushtet për të arritur këtë kompromis. Po çfarë do thuash ti nëse nesër do arrihet ky kompromis, s'dim gjën e jep majoranca, nuk e jep opozita, dakord? Konsensusin e jep majoranca. Po ju thatë dhe majoranca që kufizon të drejtat e opozitës, që shkel me të dyja këmbët ligjet që i kalojmë së bashku, nuk mund të jetë një majorancë që mund të funksionojë normalisht në një shoqëri realisht demokratike. Po pse i votuat pra ju, me qenë se këto ligje nuk zbatohen, gjeni këto 3 ligjet e fundit që kanë ngelur, pse i votuat atëherë pra, me qenë se su zbatohen? Kjo është pyetja ime, kaq. Zotëri mund të kalojmë me ligjin për gjykatën e lartë, kur vendimet e gjykatës lartë nuk zbatohen. Nuk zbatohen vendimet e gjykatës lartë. Për çfarë? Më thuaj një rast. Shikoj vetë se analizë, shikoj sa vendime. Që nuk zbatohet. Ka raste sa duash. Zonja Dade, një rast më thuaj. Unë nuk kam ardhur këtu që të ndriçoj trurin ty. S'ke nevojë të ndryshosh mua trurin, se kam ndriçuar trurin, por kur s'ke një shembull për të më dhënë mua aty, kur s'ke një shembull do të thotë që s'ke asnjë gjë. Pra, vendimet e gjykatës zbatohen. Çfarë vendimesh gjykatës? Vendimet e gjykatës zbatohen. Shko shikoj. Ne po e bëjmë debat, s'ka punë ndriçimi. Nuk janë zbatuar, pra nuk janë zbatuar. Me vendimet e gjykatës ka konflikt interesi. Po. Kishit diçka për të shtuar për pjesën që tha zoti Nezër? Jo, thjesht edhe në form pakti do doja unë, sepse kuptohet që zonja Arta absolutisht është tepër e motivuar në kuptimin se po për sa kohë që i mungon counterparty, me fjalë doja që ne me njëri tjetrin të linim skeptrin e personit që të mund të ndërhyjë sa herë doj, zonjës Arta. Po pa diskutim dhe ka drejtë se shqyr vetëm një zonjë është kjo. Edhe nuk diskutohet, ka qenë ministra e jashtme. Po këtu po bëjmë vetëm duket mua kjo puna e këtyre. Po pranova të qëndroj sepse ju respektojnë edhe punojmë në qoftë se është e vërtetë për një qëllim përbashkët që Shqipëria të antarësohet në Bashkimin Evropian, sepse këto nuk janë sfida vetëm të qeverive. Këto janë sfida të gjithë shoqërisë shqiptare. Dhe për fat keq vetëm këtu ndodh që anatemohet opozita, fajsohet opozita, pse majoranca nuk ka avancuar agjendën europiane. Dhe këtu është një absurd. Duhet të votojmë majoranca edhe për opozitën sipas zonjës Dade. Duhet votojmë majoranca edhe në vend të opozitës sipas zonjës Dade. Po majoranca sa eri ka manipulu votat dhe në parlament, që vendin ton ka kjo puna e këtyre janë legjendë urbane zonja Dade. Ka votuar vendin ton. Cilët janë 4 shejtorët, 4 shejtorët janë 3. Po zotin dhe unë. Por pse i bim nga Kina më? I vetmi shejtor është dialogu edhe është kompromisi. Ka shejtor fare. Janë 3 ligje, duhen votuar dhe kanë uluritur pa fund ndërkombëtarët, votoni ato shkreta ligje dhe... Po mirë pra ja që nuk uluriti sot shumë a i fyre, për këte ishim pregatit ne që socialistët e kanë me rakëmat mos merët status, sepse e kanë arkivin bosh, e kanë inventarin e investimeve politike me probleme, dhe kjo është një arsye madhore që ata të mos e votojnë. Po mirë më që hameraku pëse që si e pas ka inventarin opozita. Kanë probleme me programin, se s'mundu edhe projektet, për të thonë shqiptarëve që as në NATO, as vizat, as integrimi. Ajo çfarë ata kanë bërë nuk premton besueshmëri. Mund të flas pak? Patjetër. Tu ka një diçka. Puna e këtyre ligjeve, natyrisht gjykuar edhe për 80% të popullit, sekundër jemi edhe ne pjesë, duket kështu e kaq e thjeshtëzuar, edhe për ata që e marrin lehtë demokracinë. Çka ka komplikuar puna e ligjeve? Ku është e komplikuar? Po pse vetë po kërkon ta implikosh, ta komplikosh më burrë. Ngri kartonin ti që po kërkon vetë ta komplikosh. Çfarë ka aty të Më fal, atëherë unë edhe para 3-4 ditësh u larguan deputetët socialistë sapo nisi diskutimi politik për flasim për teknikalitetet e parlamentit apo sa duan më shumë thjesht. Kanë kaluar komision o turni, kanë kaluar ligjet komision, pse si kundërshtohen komision. Kanë kaluar nëpër komision e ligjet. A do vinë pushtet zonja Dade? Pretendon për tan pushtet me 23 qershor. Gjose pretendon për tan pushtet se mos i ketë natur të ligje. PS-ja në këtë rast shpreh vullnetin për të mos i votuar ato 3 ligje. Tepu marr si ky është fakti. Po pse i kalon komision pra? Pse i kalon komision? Apo gjysma do të tjetër s'do. Ore desh mi kalon parlament, desh edhe aty, desh edhe nuk desh atë. Pse? Cili është mesazhi që po jep PS-ja? Pse nuk din ata votojnë ligje, kur kanë votuar 500 ligje, për cilët ka marrë kreditë Shqipëria për këtë 500 ligje. Bravo, i dhan vlerësur. Pse aty ngeli vlerësur. Pritesh. Këto 3 ligje mund të duken si ajo fia e fundit e kashtës që thyen kurrizin e Gamilës, ose si e pika në gotën e ujit që e derdh. Pse? Se ka një motiv këtu. Tu nuk është problemi, sepse ata thjesht e bindur që kanë evidentuar se për sa kohë që edhe në konkluzione dhe rekomandime jepet për shembull për zbatimin e vendimeve të gjyqësorit etj. Ky mbi këtë
të dhëna është krijuar edhe ai perceptim që përbën problem pra për raportet dhe për rekomandimet që ato japin, kështu që nuk është problemi se hajde të gjejmë në rastet. Kupton, rastet e keq funksionimit të gjyqësorit bëhet fjalë, nuk bëhet sa ke zbatuar gjykatë e lartë, sa gjykatë e apelit, sa tjetër. Ka një problem gjyqësori shqiptar? Ka. Atëherë ku dalim ne me këto tre ligje? Për të hyrë ka dhe një logjik tjetër, sipas së cilës pikërisht sepse cili është partneri i Komisionit Evropian. Partneri i Komisionit Evropian është qeveria, më zoti. Ai e ka të drejtën e subjektivitetit. Kupton? Atje. Partner për Komisionin Evropian atje është qeveria. Por sikur se thuhet, le të bëjmë pak teori tani, ka ai integrimi negativ, ka dhe integrimi pozitiv, pra luajmë në fushën e së drejtës pozitive dhe negative. Puna e këtyre këto tre ligjeve që vijnë nga ata bën pjesë në të drejtën pozitive, pra që ti si qeveri kombëtare duhet të merretosh X korpus ligjesh, përfshirë edhe këto që kërkojnë 3 të 5. Puna e integrimit negativ ka ose presupozon që nocionet të tilla si marrëveshjet, mirëkuptimi, kompromisi, gjithëpërfshirja, pra në të cilën thelbin e vet kanë atë shejtori për të cilën fola. Dialogun këto quhen për të mirëqena, sepse një vend nuk mund të funksionojë po s'pat kohezion social edhe po nuk pat një mirëkuptim ose një, po themi, një debat konstruktiv, apo një oponencë të tillë, pra përgjetur atë që themi ne ta gjë opozita dhe pozita gjuhën e përbashkët kur është për çështjet e integrimit. Por opozita në të drejtën e vet konstaton që të gjithë ato raste që i përmendi zonja Dade duke u ndalur në parregullsitë e 2009-s, në ndryshimin e rregullave të lojës në 2011-ën, kupton? Janë shperë gjykatën. Okej, e para kërkonte transparencën, nuk e lejuar. E dyta u ndryshuan rregullat në fund të lojës, pra miskasit ballat. Tre ligje do zoti Lezebeu. Një minutë do dal. Po kur do dalë se mbaroj emisioni, dil pak më shpejt. Puna e tre ligjeve ta thash edhe. E bojkotoi parlamentin e fundit që derdhi gotën. Zotrinj dhe zonjat e Partisë Socialiste kanë dalë nga parlamenti me muaj, me vite, kur kthehen presin mesazhin e kryetarit nëse duhet votuar siç bën me ligjin për imunitet. Ka shumë mesazhe, bën me Twitter, e bën me zë. Si nuk ka rëndësi. Ai është problemi ose si ka rëndësi kur i urdhëron të mos votojnë ligjet. Nëse këta, unë jam i sigurt që nëse do ishte zoti Rama kryetari i Partisë Socialiste, edhe zonja Dado do kishte votuar tre ligjet. Zoti Rama, për te deputetët. Ai nuk ka punë fare që të merret me mua, sepse me thënë të drejtën. Jo, po diskutojmë që ai merret me mua dhe do ta vlerësoja shumë. Që të mos merret fare për ligj. Nuk ka kuptim këtu, unë me thënë të drejtën e shara parë që shikoj, të gjithë zotrit e tjerë i vlerësoj, i njoh. Me zotrisë para kemi për ta thënë akoma më trash. S'ka lidhje fare zotria as me zonjën Dade, as me kryetarin e partisë, sepse ne nuk kemi ardhur këtu që të konsultojmë me zotrisë se si të veprojë opozita. Dhe vetëm këtu e them edhe një në Shqipëri që opozita do të komandohet nga maggioranca. Vetëm këtu ndodh. Mundësisht edhe të emërohet dhe lideri i opozitës. Do ishte shumë i kënaqur shoku Sali që ta bënte edhe këtë. Kam një pyetje për ju, zoti Gjip. Edhe puna e tre ligjeve që ta mbyllun ti, edhe puna e tre ligjeve. Edhe problemi i tij qarku të firë në vetvete ndoshta nuk kanë vlerë kështu, kush e di se specifike. Sepse për ligjet e dim që është zbatueshmëria e ligjit edhe efektet që ato prodhojnë. Më kupton? Edhe për qarkun e firë. Edhe zbatueshmëria e ligjit se ka mëkate në Partisë Socialiste sa do mbetesh brenda. Toleroj gjithë ato pargullësi që humbin mandatin e Tiranës. Zoti Lezebeu. E çfarë bëri? Tek zbatueshmëria e ligjit ku shpalosi, më tepër për atë që humbi shpalosi një vizion prej krimit. Zoti Lezebeu, jeni marr gjatë me drejtsinë. Padhe një 10 pika dekalogu që ishin në përputhje edhe në mbështetje të. Po sa na shkaloni ato që thoni zotri. Po tani raporti ose bëu diri për zbatueshmëria e ligjit. Po, të cilën ju e njihni jo pak. Ka raste të pafundura në drejtësi, në cilët mëkatet e Partisë Socialiste ka përcen jo tre ligjet, po një pafundësi ligjesh. A mund të bëj një koment për tre ligjet? Mëkatet e Partisë Socialiste do të jenë qeveri, miku im. Mëkatet e socialistëve të vjen deri në 2005, po kanë 8 vjet në opozitë. Çfarë mëkatesh do subjekti i drejtësisë dhe në opozitë, jo jashtë opozitës? O zotri në opozitë, janë në opozitë prej 8 vitesh, nuk mund t'i kërkosh asnjë lloj përgjegjësie. Kanë qenë objekti i drejtësisë edhe në opozitë. Ja morën tavolinën aty dhe nuk bëri për fëmia bën për flisni. Për Edi Rama po. Sepse me Edi Ramën e kishte. Okej, zonja Dada të jap fjalën, po do ndjekim pjesën e dytë të insertit që bën fjalë për hapat dhe datat e marrëdhënieve Shqipëri-BE dhe menjëherë e keni ju fjalën sepse kanë dhe një pyetje speciale pikërisht lidhur me këto. Lutem regjia, pjesë e dytë të insertit.
26. Korrik 2006 miratohet plani kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. 27. 17 Korrik 2006 Këshilli miraton një rregullore duke krijuar një instrument të ri për ndihmën e parantarësimit. 28. 17 Korrik 2006 Ky instrument i vetëm financiar thjeshtëzon dhe projekton ndihmën e jashtme të BE-s gjatë periudhës së parantarësimit. 29. 27 Korrik 2006 Shqipëria ratifikon marrëveshjen e përkohshme me Komunitetin Evropian për tregtinë dhe bashkëpunimin tregtar. 30. 6 shtator 2006 Parlamenti Evropian voton pro rezolutës për ratifikimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit, e cila i hap rrugë ratifikimit të MSA-s nga 27 vende anëtare të BE. 31. 1 dhjetor 2006 Hyrja në fuqi e marrëveshjes së përkohshme ndërmjet Shqipërisë dhe Komunitetit Evropian për tregtinë dhe bashkëpunimin tregtar. 32. 5 shtator 2007 Miratohet me VKM numër 557 plani kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit 2007-2012. 33. 11 Korrik 2008 Marrëveshja e stabilizimit asociimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe komuniteteve evropiane dhe shteteve të tyre anëtare ratifikohet nga 25 shtete anëtare. 34. Janar 2008 nënshkruhet marrëveshja e lehtësimit të lëshimit të vizave ndërmjet BE dhe Shqipëri. 35. 1 prill 2009 marrëveshja e stabilizimit asociimit hyn në fuqi. 36. 28 prill 2009 dorëzimi i aplikimit për anëtarësimin në BE. 37. 12 nëntor 2009 Parlamenti Evropian miraton raportin e eurodeputetes Tanja Fajon lidhur me liberalizimin e vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor. 38. 16 nëntor 2009 Këshilli i Ministrave të BE miraton kërkesën për anëtarësimin e Shqipërisë. 39. 16 dhjetor 2009 mbërri në Tiranë pyetësori i Komisionit Evropian. 40. 12 mars 2010 Komuniteti i Stabilizimit Asociimit zhvillon në Tiranë mbledhjen e tij të parë në kryesimin e ministres së integrimit Majlinda Bregu. 41. 14 prill 2010 Kryeministri Sali Berisha dorëzon në Bruksel përgjigjet e pyetësorit të Komisionit Evropian. 42. 11 maj 2010 mblidhet Këshilli i Stabilizimit Asociimit BE Shqipëri në Bruksel. 43. 12 maj 2010 Komisioni Evropian i paraqiti qeverisë shqiptare pyetjet shtesë të pyetësorit. 44. 27 maj 2010 Komisioni Evropian propozoi heqjen e vizave për qytetarët e Shqipërisë të cilët janë të pajisur me pasaporta biometrike brenda vjeshtës së vitit 2010. 45. 10 qershor 2010 Qeveria shqiptare përfundoi dorëzimin e përgjigjeve për pyetjet shtesë të pyetësorit të Komisionit Evropian. 46. 23 qershor 2010 Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian miratoi rezolutën për heqjen e vizave me Shqipërinë. 47. 8 nëntor 2010 Ministrat e brendshëm të vendeve anëtare të BE në Këshillin e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme miratuan heqjen e regjimit të vizave me Shqipërinë. 48. 9 shtator 2010 Miratimi i opinionit të Komisionit Evropian mbi aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE. 49. 15 dhjetor 2010 hyrja në fuqi e liberalizimit të vizave për qytetarët shqiptarë që udhëtojnë në vendet e zonës Schengen. 50. 11 dhjetor 2012 Shqipërisë i refuzohet statusi për herë të tretë, BE kërkon plotësimin e reformave dhe miratimin e 3 ligjeve. Universiteti Justiniani i Parë, zgjedhja më profesionale për karrierë në drejtësi, stafi akademik dhe kërkimi shkencor numër 1 në renditjen e universitetet. Justiniani i Parë, thjesht, më i mirë. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zonja Dade, ju i ndoqët insertin tashmë me 50 momente, 50 data, të cilat ku ka ecur Shqipëria
për t'u integruar në Bashkimin Evropian. Ju keni qenë ministre e jashtme dhe keni qenë vetë protagoniste e disa prej datave nga më të rëndësishme. Nëse ju bëni një bilans, po themi, sepse ju thatë pak më parë, Partia Demokratike kërkon ta përvetsoj, po unë me përvojën time them edhe ju kur ishit në qeveri edhe ju vdisin ta përvetsoni. Në faktë nuk e thash këtë gjë, që kërkon ta përvetsoj, sepse fra dhe muhabeti. Jo, unë thash që ato njohin për partnerë. Po të ketë mundësi regjia ta kthej qeveritin socialiste, ta themin ligjërat drejt atë. Si merita, si përgjegjësia shkon te qeveria, kryesisht. Unë thash gjë tjetër që në vend që të përparonim në agjendën europiane, nuk mund të flitet as për hapa në vend numëro, po kemi bërë hapa pas. Jo, në këto në mandatin e fundit. Bën hapa para thatë më thatë në mandatin e fundit. Pyetja ime është në gjithë tretësuri, sepse janë, po themi 23 vjet, nëse e quajmë të vit kalendarik të plot, momentet më të rëndësishme kur ka qeverisur Partia Socialiste. Kë vlerësoni më shumë, sepse ne 8 vitet ku ju keni qeverisur nuk mund t'i shkëpusim, nuk jam vetëm po themi përgjithësia apo... Tani unë nuk besoj që mund ta përfundojmë brenda minutazhit që ka ky emision për të shpalosur se çfarë ka bërë Partia Socialiste në 8 vjet të qeverisjes. Jo, nuk do të lexoni projektin e 8 viteve të zonës. Nuk më duket edhe në një gjë shumë adekuate për këtë emision. Aq më tepër për ta lidhur edhe me vizitën e komisionerit Fyre. Pse keni kaq problem të shkuar në zonjën tonë? Jo, s'kam asnjë problem. Problemi është i juaj me sa duket, sepse besoj që është shumë e qartë se çfarë bëri Partia Socialiste në qeverisje, mori një shtet të djegur. Po themi për hapa me institucione poshtë nivelit 0 dhe padyshim që stabilizoi nivelin makroekonomik të Shqipërisë, ngriti nga skemat piramidale 17 banka të pavarura, apo jo private, avancoj agendën europiane. Piramidale, zonë datë. Të lutem, se keni Parti Socialiste, keni grupin parlamentar. Gënjeshtra hapur nuk sjell vota. A mund t'i thoni atij zotërisë që të di se si sillet në studio? Edhe me drejtësinë. Përfunduam marrëveshjen e stabilizimit të sosimit në masën 97%. Ja i tha zonja datë, pse një Një nga kushtet ishte që të bëheshin zgjedhje të lirave të ndershme, zgjedhjet e 2005-s. Dhe sigurisht u konsiderua një kusht i përmbushur dhe u mor absolutisht u bën zgjedhje. Humbi pushtetin, ka më të lirë. Jo, po themi vlerësimi. Me ato zgjedhje erdhi Sali Berisha përsëri në pushtet. Lutem, zonja Dade. U kthye, urdhra. A kishim standardet e durë në 2005-s? Absolutisht. Ishin standardet dhe u mor vendimi. Si ishin standardet? Dhe u mor vendimi në tetor, u bën zgjedhje konform standardeve. Jo, lutem. U bën zgjedhje në 2005-ën konform standardeve dhe u mor vendimi... Kam pasi emisionin për këtë dhe në 2005-ën ka një vlerësim nga ndërkombëtarët që doja ta kisha në ligjërat të drejtë. Të bësh zgjedhje jo të ndershme dhe pastaj të kalosh në opozitë. Ma thuaj pak si mund të jetë. Se bën vetëm Fatosnano atë. Po s'është vërtet fare kjo që thoni juve sepse zgjedhje. Është një vlerë u konsideruan konform standardeve. Nuk ka vjedhur votat. Por nëse kur humb tjetri pushtetin duke organizuar, duke qenë përgjegjës për zgjedhjet, tregon që në rastin më të keq nuk ka ditë vjedhin, nëse i do qëndrojmë natyrës vetëm që vidhen zgjedhjet, pushteti rrezikon. Se pushteti rrezikon zgjedhjet, nuk mund të rrezikojë opozita. Pushteti është përgjegjës. Dhe ky ishte Fatosnano. A ma bëri pyetjen mua apo ja bëre vetvetes? Atëre. Tani unë bëra pyetje thoni. Atëre, po më dëgjoj pra. Po tani atëre u konsideruan zgjedhje konform standardeve dhe duke u negociuar edhe një 3% që kishte mbetur nga nuk u arritën standardet nga vlerësimi ndërkombëtarëve. Të lutem, duhet jemi korrekt. Zotëri u mor vendimin që do përmbylleshin negociatat. Dhe u mor vendimin në 2006 në shkruar marrëveshja. Atëherë tregoni ju lutem korrekte me përcaktimin e raportit. Nuk u plotësuan standardet e kërkuara, është fiks. Në 2005? Po. Atëherë pse u mor vendimi që të përmbylleshin negociatat? Shqipëria kështu tani këtë nuk e di pyet. Zoti Gjimali. Mund t'i riktheni edhe një herë raportin për 2005. Raportin nëse regjia më ndihmon mund të përmbushën standardet e zgjedhjeve. Mund të anoncojmë raportin e zgjedhjeve të vitit 2005, frazën për cilësimin se si ishin këto zgjedhje. Zoti Gjipali, kam një pyetje të tillë. Nëse ju me atë institutin dhe me aktivitetin që ju keni, mund të bëni, po themi, që çfarë duhet bëj qeveria, sidomos qeveria në radhë parë, sepse ajo është, po themi, përgjesja e të mirave dhe të këqijave. Dhe më falë se nuk e mbarova siç kemi bërë prapë.
A mund të kthejmë dhe njërë? Mund të marrë fjallën prapë? Sepse Sepse do flasin dhe në 8 vjetë të opozitës që kemi bërë shumë gjëra. Dhe praktikisht rezultojnë të përmbushura edhe nga 12 pikat, pikërisht ato që opozita ka dhënë kontributin e vetë. Pra, opozita ka bërë me konsensus edhe kodin zgjedhor të 2009-ës, apo jo, madje ka dhënë okejn për integrimin në NATO dhe në atë kohë kryetari i opozitës lançoi një paket prej 5 reformash kryesore, Keni braktisë dhe parlamentit. Po sigurisht parlamenti u braktis për çështjet e integrimit, sepse Keni nuk dënuar ju këtë personalizoj një date, nuk atë që mund- bëri Partia Demokratike. Jo, po tjetë Unë, për punën e NATO-s, këtu e mbyll në me kushtet që shpërtheu Gërdeci, Edi Rama ka paguar kostës se shkoi rrau krahët. Jo se i rau krahat, po ne Edi Rama ka paguar kosto, jo, ka paguar Kjo nuk kosto do të realisht. ndikojë në integrimin e Shqipërisë në NATO. Edhe kjo ishte ajo që tha ambasadori amerikan, pastaj mbajti një qendrim prej burrit shtetit. Pikërisht këtë vlerësoi, pra nuk e shfrytëzoi atë fatkeqësi për të krijuar kosto Shqipërisë. Bëri mirë apo Ky është pak bëri keq? Sigurisht që bëri shumë mirë. Zoti që Gjipali, shkoi takon pyetje te Meta. çfarë do të bëjë qeveria? Ajo është muhabet tjetër. E rihapim atë muhabet dhe se mos e ka kosto edhe atë. E diskutojmë. Jo, e diskutojmë atë. E diskutojmë, po flasim për tjetër gjë. Absolutisht. Su bë gjithë ato protesta për bllokun, shkoi takojnë. Mos janë kosto këto. Kjo është gjë pozitive është që thot zonja Date që thot që kishte një bashkëpunim, u meratun ligjet. Ikën nga parlamenti, u kthyn. Bojkotuar për të votuar 3/5 janë kthyer prapë. Domethënë kjo është gjë pozitive, të vlerësojmë edhe anët pozitive, se ngelëm duke bëu kështu. Absolutisht që duam vlerësuar anët Po pra, pozitive, edhe këto. Zoti Gjipali, Po s'ka tash i rrau kratë, si rrau kratë tash se do i thonë gjithë Edi Ramës ti prej te kemi humbur tani edhe. Mos ja lëni fare Edi Ramës gjithë. Nuk mund. Ka ato vetë stereotipe që kemi humbur. Zoti Gjipali, keni pak vështirësi. Ka edhe risi ka sjell Edi Rama, duhet jemi. Po mund flisim. Po nuk duhet shumë sepse as nuk kam tagër për të përfshirë në debatin politik, domethënë dhe nga vlerësimet apo nga studimet tona që bëjmë sigurisht që faji i takon klasës politike për mos kapërcimin e këtyre reformave kaq të rëndësishme apo problemeve që edhe nga debati sot ndoli përsëri ne diskutojmë zgjedhjet në vitin 2013, diskutojmë a mund të bëjmë zgjedhjet si duhet. Më fal që të ndërpres. As Partia Demokratike, as Partia Socialiste nuk kanë zhvilluar një palë zgjedhje me standardet që kërkohen. Pikërisht ky është problemi më i madh. Jo zonja Date, lutem regjia, politikës. mund të anoncoj ose mund të mos sjellë këtu të shkruar. Dorëzon pushtetin. Raportin ose bëj audit për vitin 2005. Qafoku, mendoj që aty dorëzoi pushteti, bile duhet vlerësuar mënyra e Fatos Nano se si dorëzoi pushtetin. Kjo është Kjo është për të vlerësuar, domethënë që i mori të gjithë. Kjo është pozitive që e vlerësoj. Jo duhet vlerësuar. Derisa zoti Fyle vjen në 2013, në shkurt 2013 dhe përsëri flet për zgjedhjet, tregon që Shqipëria ka një problem shumë të madh që duhet patjetër ta kapërcej. Prandaj flitet për qëndrueshmëri në reforma, por hapi i radhës që Shqipëria duhet të kapërcej janë zgjedhjet. Nuk ka asnjë vend tjetër në rajon që Zoti Gjipali, më qartë, unë i besoj shumë asaj që ju shprehni si specialist. Çfarë duhet bëjë qeveria? Unë do të bëj një analizë pak më të gjerë nëse më lejoni. Unë do të them që integrimi evropian nuk është prioritet i asnjërit prej forcave politike, të paktën për momentin që flasim. Si, se kuptova? Integrimi evropian nuk është prioritet për forcat politike në Shqipëri. Nuk është prioritet. Nuk është prioritet. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë që ka një retorikë shumë të gjerë mbi integrimin evropian, ju i veçoni shumë. I veçoni Partinë Demokratike, Partinë Socialiste? Barën kryesor sigurisht e ka qeveria. Si që nga prioritet e dyja dhe forcave është mos na çmendni tani. Po nuk është prioritet sepse çfarë kanë bërë po çoftë. Jo, kjo që thoni ju është shumë çfarë nuk kanë bërë. Jo, kjo është shumë e rëndë, ëh. Si që nga prioritet tash. Çfarë nuk kanë bërë? Po të nisim që nga 2009. Si që nga prioritet dyja por për këtë në momentin më të pafavorshëm për antarësim në Bashkimin Evropian. Për para zgjedhjeve, kur mund të ishte aplikuar një vit më parë, do ishte që do me marrë në i fond tani, se po na huto fare, dhe si që nga prioritet është edhe i opozitës edhe i qeverisë, si që nga prioritet. Prioritet në programa, prioritet në veprime. Në program dhe në veprime, atër 4 metë është diçka tjetër. Më lejonin nda një mendim tjetër për veprimet. Unë e gjykoj në këtë mënyrë, që nga 2009 duke filluar dhe me qeverinë, po janë rezultatet që tregojnë. E kemi fjalën për politikën shqiptare? Për politikën shqiptare, për politikën shqiptare. Do t'i na ruaj. Po
çfarë arritje kemi pasur, nëse s'kemi pas arritje tregon që nuk është prioritet. Se diskutohet të vitin retorika është tjetër gjë. Është interesante se zotëria thotë retorika po diskutoj politikisht dhe bën vetëm gjë. Janë tjetër gjë kjo. Nuk është prioriteti politikës, nuk ka arritje politike. Po pse do ta arritje de facto. Konkretisht, jo de facto, teorikisht. Konkretisht janë gjithë veprimet. Fal, pa akuzon. Mund të lejmë ka një urgjim unazës unë mund të ezaroj argumentet e mia. Po. Leti, këto janë argumentet që unë kam. Ne të shohim cilat janë rezultatet. Rezultatet janë që aplikohet përpara me nisjen e fushatës elektorale. Në momentin më të gabuar. Kush do ta diktojë aplikimin? Si? Kush duhet ta diktojë aplikimin? Qeveria shqiptare që shumë mirë mund ta bënte në 2008 kur kishte një klimë akoma më të favorshme. E bëri në 2009 për efekt elektoral. Aplikimi Shqipërisë u injorua për 9 muaj apo 10 muaj deri në Këshillin e Dhjetorit, kur u vendos të merrej parasysh dhe u nxit Komisioni Evropian pra mbas realizimit të zgjedhjeve 2009-s që të niste procedurat, erdhi pyetësori pas disa muajsh e më pas pikat që i pam. Pra që në fillim ne nisëm me një humbje kohe, e cila rëndon akoma shumë precedenti negativ ku ne jemi refuzuar 3 herë. Më pas, nuk gjehet asnjë mundësi dialogu, por çfarë ndodh? Ndodh njësoj si në 2008-ën, një vit përpara zgjedhjeve, partitë kryesore politike bëhen bashkë për të zgjidhur problemin e tyre kryesor, pra kodin zgjedhor për zgjedhjet e ardhshme dhe të gjithë reformat e tjera janë garnitur, i shërbejnë vetëm qëllimit të partive kryesore politike për të realizuar zgjedhjet, për të mbajtur status quo dhe e dim shumë mirë me ndryshimet e 2008-s çfarë u bë. U vështirësua hyrja në politike partive lëvizjeve të reja, u forcua disiplina brenda partive duke i dhënë liderëve të 2 partive dorë të lirë mbi listat dhe ndodhi më pas ajo ngërç politik, ngecje e dialogut që ne pa më vonë. Ne jemi në të njëjtën situatë, historia përsëritet dhe përsëri duhet vi komisioneri Fyle për të kërkuar garanci, sepse garancit për mbajtjen e zgjedhjeve të lira nuk ekzistojnë. Jemi njësoj përpara zgjedhjeve të 2009-s. Se do të thotë ta paragjykojmë majorancën për zgjedhjet? Nuk e paragjykojmë fare. Ne e kuptojmë Partinë Socialiste për shumë arsye. Aty kanë lëvizur të dyja forcat politike dhe ku ka qenë Partia Demokratike në opozitë, njëjtën gjë ka bërë. Nuk ka qenë ndoshta më inkandeshente se Partia Socialiste. Po çfarë ka ndodhur, cilat janë kompromiset që kanë ardhur? Ka pasur zhvillime pozitive, ka pas në zgjedhjeve të 2001-shit kur me konsensus u zgjodhen titullar të lartë duke nisur që nga presidenti apo dhe në gjykat kushtetuese apo dhe institucione tjera. Ka sinjale, nga historia ka shembuj pozitiv. Por ne shohim Mund të jepni një shembull pozitiv? Gjatë mbas zgjedhjeve 2001-shit, kur u zgjodhen me marrëveshje, u zgjodhen njësër që nisur nga presidenti apo balancime në gjykat kushtetuese dhe institucione tjera të larta midis opozitës dhe pozitës të asaj kohe. U shpreh menjëherë me zhvillime pozitive në procesin e integrimit evropian. Erdhi Prodi në Tiranë, nisën negociatat për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Apo ishin më të qarta ato kushtet. Jo, më të qarta se 12 nuk ka ndodhur ndonjëherë. Ne kemi 12 pikat. Janë shumë të qarta. Zoti Gjipali. Jo, nuk them zgjedhjen e presidentit. Ne kemi 12 pika. Më madh që ka bërë politika në këto vite. Po kush e bëri? E bëri majoranca apo opozita? Shembujt i kemi. Jo, Zoti Gjipali thotë gabimi është ke ndryshimi kushtetutës sot. Po bën fajtor, domethënë Edi Ramën. Ishte një kush shumë fort i PS për zgjedhjen e presidentit. Jo, është rregull, është pushtet Berisha. 12 pikat janë. Po bë fajtor Edi Ramën. Realizon majoranca duke i krijuar hapësirat opozitës që ta sjelli te konsensusi të kompromisit. Me sa kuptova unë. S'mund t'japi kompromis opozita. Me sa kuptova unë, zoti Gjipali. Vetëm kur opozita ka kompromis. Zonja Dade, jam dakord, po me sa më thuaj një rast që Sali Berisha ka dhënë okejn kompromisin për jashto zgjedhjen e avokatit popullit. Dhe më thuaj një rast tjetër, në gjithë paketën dhe agendën europiane. U zgjedh avokati popullit, na hoqi edhe tu. I vetmi rast. Dhe me atë mburret. Nuk ka asnjë rast tjetër. Domethënë këtë me sa kuptoj zotin Gjipali, domethënë ndoshta jam i gabuar. Domethënë pika ky që thotë është kushtetuta.
gabimi që u bë për ndryshimet në kushtetutë. Është mungesa e dialogut qëndrueshëm që u bë në kushtetutë. Është formalizuar vetëm në interesat ngushta partijake. Me këtë që thu, po bë fajtor Edi Ramën. Të dyja palët. Berisha është në rregull më dha. Nuk është në rregull sepse dikush kishte mundësi për të abuzuar më shumë. Nuk është ky rregull. Ajo është do fillojmë nga e parë. Ai është rezultat. PD-ja thotë kanë abuzuar sepse ka bërë bojkotin PS-ja. Nuk ka votuar ligjet me 3/5, do kthehemi të njëjtën retorikë. Ne shohim rezultatin. Ti e quan kushtetutën, ndryshimet që janë bërë kushtetutë thua janë gabim. Po, sigurisht. Dhe kjo ajo sjellje, pra ai rezultat na bën të dyshojmë përsëri dhe për konsensusin e arritur dhe gjatë vitit 2012. Dhe kjo është pse vendet anëtare tha në Këshill ne nuk e japim statusin edhe me 3 ligjet e miratuara, sepse ne s'kemi besim. Hollanda ka në 20 tetor vendim është deklaratë zyrtare qeverisë holandeze. Është votimi 3 ligjeve. Është qeveria holandeze. Sepse nuk ka rezultate të dukshme në luftën kundër korrupsionit, Brukseli. Vendet anëtare miratohen 3 ligje. Janë vendet anëtare. Sikur të miratoheshin 3 ligjet, prap jemi larg marrjes së statusit. Atëre komisioni. Faleminderit këto momente. Faleminderit gjitha fajet. Nuk i kemi gjitha. Okej, faleminderit regjia në këto momente, zonja Dade. Ju kam pasur zyshën time kur kam mbrojtur anglishten. Tu e keni në anglisht atë raportin e ke marrë vetëm një paragraf, s'mund merret i shkëputur. Ai është. Kjo nuk ka rëndësi fare. Thonë juve, zgjedhjet u konsideruan si kusht por për mbylljen e negociatave dhe praktikisht u konsideruar një kushti absolutisht, por kjo është më rëndësishme që zgjedhjet nuk ishin standardin e kërkuar. Po e përmbyll fakti që ikën nga pushteti. Gabim, po flasim që pse ka bërë kaq shumë kjo dhe zgjedhjet kanë qenë konform standardeve. Po iku pushteti, dërzoi pushteti, zdi pse. Ai është një akt absolutisht që s'e ka bërë as Partia Demokratike në këto. Si mund ta bëj Partia Demokratike zgjedhjen? Si mund pse po i bie kaq shumë? Nuk ishin ato. Okej. Si mund të lë pushtetin duke fituar zgjedhjen? Jo, e kisha vetëm për merak që të mbroj atë që unë i thash. Raportet e zgjedhjes. Po lësh pushtetin duke fituar zgjedhjen, nuk ka model. Po tani se bën Fatustanot është vlera jo. Ka dorëzuar zgjedhjet po me atë raportin e nivelit punës së ligjet. Në këto me të drejtën e vlerë, për mendjen aty ndaloj tek sukseset e zotit Rama. Që sillu mirë thosë për 3 ligje. Kjo është. Basir, kam një pyetje për ju, zoti Basir. Në këto 23 vjet, sepse unë i kthem shpesh kësaj, sepse zonja Dade tham para pse duhet i kthemi të shkuarës, po nëse ne nuk na premton koha që të flasim se kemi bërë për integrimin, po mos. Nëse ne nuk i kthemi të shkuar, gjërat përsëriten. Jeni moderator dhe besoj që e keni mendjen. Lutem se thatë keni gabim, urdhoj ju thash tani po thoni gabim. Në këto 23 vjet, çfarë i vlerësoni presurim Partisë Socialiste ju, zoti Çollaku? Sigurisht që Partia Socialiste është pjesë e këtij spektri politik dhe përfaqëson një numër të konsiderueshëm afërsisht gjysmën e shqiptarëve dhe nuk do thohet që nuk ka kontribute në ecurinë europiane të Shqipërisë. Që nga mos harrojmë që rotacioni normale ka bërë vetëm Partia Demokratike. Ndoshta vetëm zonja Dade ka kaluar të 2 sistemet në politikë dhe kjo është Partia Socialiste, po. Ka kontributin e saj sigurisht në politikën shqiptare. Ne po flasim në momentet kur kemi ardhur, ka kontribute edhe në 97-ën, ka kontribute edhe 21 janar, pra janë kontribute të cilat Partia Socialiste vetëm ja kanë rënë aksionet. Kontribut është një kontribut negativ. Sigurisht që është kontribut. Të lërë Shqipërinë, jashtë Bashkimit Evropian, në teka, jërë në dalet në Fierë, jërë në Libovsh, jërë në rreth tjetër, nuk do lërë komun pa prekur, thjesht për gjetur një pretekst për të mos votuar, atë çfarë është detyrimi kërkuar, jo në mënyrë përsëritur, po pothuajse 3 herë në ditë nga gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Partia Socialiste do të thoya që ka problem më tepër të leadershipit, është i theksuar, pra nuk kemi Parti Socialiste, kemi vetëm një kryetar i cili dominon të gjithë deputetët dhe i kemi parë se është një nerv i zbutur i tyre të gjendur dhe përpara 23 qershorit. Zoti Rama ka dominuar zonjën Dade, për shembull, se kam parë një. Jo, thash Partinë Socialiste sepse gjenden para 23 qershorit. Po i dominon deputetët ja ku kemi zonjën këtu, se kam parë një herë të dominuar. Një pjesë mund të ketë një pjesë shumë kritika, po kemi pasur jo pak deputetë të Partisë Socialiste të cilat kanë pasur qëndrime dhe votime ndryshe nga vetë
kryetar nga vetë partia, janë edhe deputet, edhe sot mos gaboj kishim një nga deputet e Partisë Socialiste që eftonte partinë e tij të votonte 3 ligjet për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk po jetë poshtë, problemi është 23 qershorit se këta kanë frikën e gjendjes apo jo në autobusin. Ato problemin e listave do tu është ti. Merak që e bën Partia Socialiste. Vetëm 3 fjali. Mos jetë koherente, mos jetë problemin e listave mos jetë dobishme. Jo, është problemi i madh i Partisë Socialiste. Problemin e listave mund ta kenë të dyja palët. Sepse po krijohet, ose Lezebeu, po krijohet më tepër një shoqëri biznesi sa një subjekt politik. Është tjetër gjë kjo. Ky është pjesë. Kjo mund të jetë maksimumi i debatit të brendshëm që mund të lindi brenda Partisë Demokratike apo brenda Partisë Socialiste. Kalon Partia Socialiste jashtë votimit të 3 ligjeve që janë kriter themelor. Nuk është kjo, nuk është tash po flas. Kush e ka penguar? Nuk e ka penguar Partia Socialiste të votojë 3 ligje. Por zotri, Partia Socialiste e kanë penguar leatët. Një kryes me 20 njerëz antar partie. Kush e ka penguar? Vetëm sot kishe një 3 shkrim se nuk ka nevojë të shkrimet nuk kanë aleat, më zoti Lezebeu. Ti sot ke një shkrimet janë opinionet. Mor zotri, Partia Socialiste, pa të them të fundin fillim, nuk ka ndërmend të japi një bonus Partisë Demokratike, e cila mos jetë zoti Rama kryetar partie. E cila nuk ka dhënë shenja, domethënë se në luftën kundër korrupsionit, nuk ka dhënë shenja, domethënë se asetet të korrupsionit të Partisë Socialiste janë deputet të kuvendit sot kësaj dite. Reforma strukturore ajo ka nisur. Por këto reforma ato nuk kanë prodhuar, nuk kanë dhënë prodhim këtë efekt. Asnjë partneri shqiptarëve nuk po kërkon të çojmë raketë në hën. Voto 3 ligjet e ja verstapsi. Po pritmë zotiset ka votu 500 ligje ka votu parlamenti. Nuk ngeli puna u ngop ka Komisioni Evropian me 3 ligje, jo 500 plus 3 unë. Nuk është ky problemi. 3 ligjet janë një kolateral, po ta thot turi ty, që ata janë në dorë Partisë Socialiste për të patur një siguri që ata që dëgjon janë kriter. Ata që s'do është tjetër gjë pastaj. Sepse komprometimi i zgjedhjeve si deficit dëgjueshmëria e partnerëve demokratik. Deficit subjektiv. Pasirja ka ky zëri i Ben Male që thot duhet votuar, zonja Date. Me sa kuptoj, zëri i Ben Male që thot duhet votuar 3 ligje, a ka gabim apo mirë? Po mund të jetë një opsion më brëdhe. Kaq për opsion. Ke Ben Male, po ke një shumicë tjetër. Ja ta lëm zonjën Date, po. Tani unë nuk besoj që debati duhet përqendrohet tek këto 3 ligje, aq më pak që sot nuk ka dalë asnjë fjalë në horizont lidhur me 3 ligjet, edhe në takimet që ka bërë Komisioni Fylle. Por arsye se e gjykoj të i kaluar diskutimin dhe debatin për 3 ligjet. Çështja është parimore, çështja është që nuk kemi pse votojmë ligje të cilat nuk zbatohen, lidhur me gjykatën e lartë. Ju thash që ka vendime që nuk janë zbatuar, lidhur me ligjin për administratën publike, ka vërejtje thelbësore dhe kritika mjaft të ripërsëritura në progres raportet, për atë që ka i ka ndodhur administratës publike, e cila është militantizuar dhe është bërë një administratë partizane. Pra ligji që kërkojnë të kalojnë, duan të cimentojnë atë kasapan që kanë bërë me administratën publike. Vim ke reforma e parlamentit. Ju thash që është një parlament që asnjëherë nuk ka qenë në këtë nivel që është sot, ku vetëm demokraci parlamentare dhe praktika parlamentare brenda parlamentit nuk ka. Përveç votimit të fshetë keni dhe për fjalën e kryeministrit? Absolutisht kemi kërkesën që të përgjigjet kryetari i grupit parlamentar dhe të ketë minutazhin të barabartë sa herë që flet kryeministri. Dhe në fakt neve do ta kalojmë këtë. Do ta kalojmë këtë. Ti kuptoj që ky është një problem i paqenit. Ky është problem pa problem. Dhe sigurisht nga kjo do përfitojë. Do të përfitojë opozita që do të jetë mbas zgjedhjeve të 23 qershorit. Lidhur me integrimin. Edhe rezistenca që Partia Socialiste bën për shkeljen e standardeve ka të bëjnë në mënyrë strikte me konceptin dhe vizionin që ne kemi për integrimin Bashkimin Evropian. Pra ne nuk i bëjmë ligjet thjesht për ca burokrat që të vinë këtu dhe të shënojnë që ligji u kalua, por i bëjmë ligjet që t'i shërbejnë konsolidimit të demokracisë, rritjes ekonomike, reale, mirëqenies sociale dhe shtetit të së drejtës. Prandaj, këto vrejtje që janë bërë dhe kritika thelbësore dhe nga gjitha këto vuajnë veç shqiptarët, vuajnë njerëzit e thjeshtë, vuajnë kur shkojnë në gjykat dhe nuk ka drejtësi, vuajnë kur shkojnë dhe nuk marrin shërbimin mjekësor,
vuajnë kur shkojnë në administratë dhe nuk ja u zgjidh njeri, i keni faktet, i keni realitetet shumë të dimshme. Të flasin zoja Dade për ligjet, që është në konflikt interesi të hapur me respektimin e ligjit. Shtu që vim tek vizioni ynë, tek praktika jonë, dhe jam një ligjvënëse që i zbatoj ligjet dhe asnjë nuk i kam ashkaluar. Dhe jo vetëm unë, po të gjithë ata që kanë të bëjnë me mua, Partia Socialiste ka pasur një raport komplet ndryshe nga kjo majorancë në zbatimin e ligjit. Dhe sigurisht është shumë e dukshme dhe nuk kam ndërmend fare t'ja përgjigje atyre që bëjnë interferenca, se me sa duket këtë e kanë një ditë shumë të lumturuar që vinë dhe dalin në një emision televiziv. Kurse unë, me thënë të drejton, nuk isha sot me këtë të bëja debat dhe kështu që respektoj ata që realisht e shikojnë realitetin në sy dhe kontribojnë sa do pak për ta bërë më të mirë shoqërinë që ne duam ta integrojmë Bashkimin Evropian të gjithë së bashku. Lidhur me përparësitë e politikës jashtme të Partisë Socialiste, padyshim që integrimi në Bashkimin Evropian është përparësi e të gjitha përparësive dhe kjo nuk është vetëm në letër, por është edhe e shprehur dhe u tha këtu që edhe në 8 vjet të qeverisjes, por edhe gjatë gjithë ekzistencës Partisë Socialiste, është një parti që ashtu si zhvillon demokracinë e brendshme, padyshim dhe respekton gjithë normat që ka brenda partisë, institucionet, ashtu do t'japi garanci që nesër në pushtet do të respektoj ligjin, do të respektoj kushtetutën, do të respektoj opozitën, do të respektoj institucionet e pavarura. Lidhur me disa akuza që u hodhën këtu, urdhro? Pse duhet të besojmë që do silleni kështu kur t'jeni në pushtet? Sepse e kemi treguar edhe në realitetin e përditshëm që respektojnë ligjet. Që se kanë treguar se s'kanë qenë pushtet. Zoti Rama nuk ka qenë kryeminist. Që si kanë e flasin për forcat politike, nuk flasin për individ. Qofshin ta edhe kryetar partie. Dhe zoti Rama ka qenë kryetar bashkie dhe ka ardhur në politik me një bilanc të pozitiv të respektimit ligjit, të respektimit të normave demokratike, të pavarësisë së pushtetit vendor e cila është shkelur tani nga kjo majorancë dhe në plot element të tjerë. Okej. Lidhur me 21 janarin, me gjyqjet për Gërdecin, sot kemi ndjekur edhe procedurat në apel, pra kemi apel edhe nga partnerët tanë ndërkombëtar. Si kemi ndjekur procedurat në apel? Po pra ishte sot për gjyqjen e Gërdecit. Dhe sigurisht është gjëja më normale, por ka thirrje nga OSBE-ja, nga partnerët ndërkombëtar, që të bëhet një proces i drejtë dhe të bëhet drejtësi. Edhe për 21 janarin, nuk duket ndërhyrje kjo zonja Jo, nuk është ndërhyrje. Absolutisht nuk është ndërhyrje. Një forcë politike bën thirrje gjyqësorit. Jo, s'është forca politike, unë po them partnerët ndërkombëtar kanë bërë thirrje. Që të jetë një proces konform ligjit dhe sigurisht pastaj duhet flasim për kulturën e pandëshkueshmërisë. Kemi ministra që vazhdojnë të jenë pjesë e kabinetit, të cilët janë akuzuar dhe nuk kanë bërë nuk ju është bërë një proces. Kemi zotin Mediu, kemi Lulzim Bashën, kemi ish zëvendës kryeministrin dhe këtu nuk kemi fare një proces të rregull gjyqësor, por kemi kulturën e pandëshkueshmërisë, është e konstatuar në raporte, është një kritik permanente, është një kritik që u konstatua dhe madje edhe u artikulua edhe nga sekretarja e shtetit Hillary Clinton në fjalën që mbajti në parlament. Kështu që me këto standarde të cunguara të shkelura nuk ka se si të marrë statusin e vendit kandidat. Unë besoj dhe punojmë që këto gjëra nuk do të përsëriten nga ana e majorancës, që do dalin mbas 23. Jo, po tha diçka të cilën duhet ja sqaroj prandaj. Që do dalin mbas zgjedhjeve të parlamentit. Nuk kam ndërmend fare që të dëgjoj ndonjë që do të më sqaroj mua, sepse mund të sqaroj ata që ka kolegët e vet, unë jam shumë e sqaruar. Zëja Dade ka një dashuri të madhe për median, dhe sidomos në muajve të fundit. Kujtesa e saj mund të kthehet medias, mund të kthehet shkrimeve. Unë kam 15 vjet në media, zëja Dade, dhe ju besoj se më njihni mirë pavarësisht deklarimit publik. Jo, ndoshta si mi parë, po sot ju pash për si emër më njihni shumë mirë. E dini shumë mirë që nga gazar më të vjetër, e dini shumë mirë që ajo çfarë unë them nuk ka të bëjë me thashë them edhe legjenda urbane. Po flasim këtu për diçka që është jashtë kontekstit individual dhe personal. Nëse unë besoj se jemi ftuar për këtë gjë. Po. Dhe integrimi i shqiptarëve zëja Dade, pavarësisht besueshmërisë së huaj për çështje politike, ka të bëjë me 3 ligje të cilat kanë 4 vite, kanë 5 vite, kanë 100 vjet që kërkohen që të votohen.
Ju do të vazhdojnë të mos votoni, do vazhdojnë të jeni në opozitë, kjo është zgjedhja juaj. Asaj nuk i dihet. E thjeshton shumë. Asaj nuk i dihet. Shenjat janë të qarta dhe zoti Fyle më tepër duhet të ardhur për të thënë zoti Rama të pranoj rezultatin e humbjes, sepse asnjë rezultat nuk ka njohur. Ngelët jashtë. Po për çfarë nuk ngelët? Jo, mos e Mos e banalizon fare këtë. E keni pak të cunguar sepse nuk pranojnë të votojnë ndër ligjet, kanë vazhduar që ndrojnë në opozitë, jo vetëm mandatin që vjen. Këto e thoni ju dhe artikulon edhe majoranca, po kjo nuk është e vërtetë. Po nuk është e vërtetë për ju, prandaj në opozitë, sepse nuk besoni atë që është e vërtetë. Sepse ligjet nuk kanë të bëjnë fare me realitetin, ligjet nuk kanë të bëjnë fare me realitetin të cilin e vuajnë shqiptarët në çdo hap që hedhin kur kanë për zgjidhur problematikën e tyre pranë institucioneve. Edhe pranë administratës publike, edhe pranë gjykatave. Dhe dy ligje kanë të bëjnë në mënyrë strikte me këto gjëra. Kur do t'i votoni ju ligjet? Do t'i votojmë mbasi të dali majoranca nga zgjedhjet e ardhshme. Do t'i votojmë mbasi 20 vitesh. Do t'i votojmë. Sepse ne do të garantojmë një majorancë që do t'i votojmë ato ligje. Si ngjan majorancë. Keni bindur. Madje unë gjykoj që dhe opozita që do t'jetë mbas atyre zgjedhjeve, duke mos u manipuluar nga Sali Berisha, aty ka plot deputet që janë vërtet me vizion shumë të qartë europian dhe pa dyshim që dhe ata do të votojnë pësoj do të vinë në pushtet kur Rama tjetë votues dhe jo drejtuesi i Partisë Socialiste. Urdhroni? Pësoj vjen në pushtet kur zoti Rama tjetë vetëm votues dhe jo drejtuesi i Partisë Socialiste. Ju këto e dini shumë mirë dhe e keni Socialiste këto sa e përcaktoni as ju as dikush tjetër. Unë shpreh mendimin se kur besoj se mund të jetë në pushtet Partia Socialiste. Po mos u merrni me zotin Rama sepse me thënë të drejtën më duket pak guxim shumë i madh që ti caktoni liderin e opozitës. Duhet të marrim lehtë për të shprehur një opinion. Kjo është ajo që ju premtoni zonja Dade? Nuk është opinion. Çfarë është? Nuk është opinion. Pra, edhe në opozitë presionin e keni mjet komunikimi, lere pastaj në pushtet. Ju ri shumë ngushtë, më duket, përcaktimi për liderin e opozitës. Do është guxim të flasim për zotin Rama për qëndrimin e Partisë Socialiste. Zoti Rama është i partner dignitoz në një vend tjetër. Mundem. Kjo është mentaliteti i këta profesorë. Nuk profesorë do ndryshim kjo parti. Me këta profesorë nuk profesorë do ndryshim. Zoti Rama është kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë. Ose jo, po sigurisht pas 20 viteve. Ja u bë kryeministri, vetëm i pyetje pa u votuar, pa fituar zgjedhjet. Vetëm i pyetje. Është kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë, është i partner dinjitoz, është me një vizion të qartë. Po ku do shkojmë? Ja u bë kryeministri zonja Dade. Se si duhet të funksionojë Shqipëria në kuadrin e agjendës europiane, i ka shumë të qarta edhe vizionin, edhe hapa që ai që do ta dëgjojë dëgjon. Ai që s'ka dëshirë ta dëgjojë, nuk ka vesh të dëgjojë, s'ka problem për ne. Vetëm i pyetje të vogël kam. Ja u bë kryeministri. Do bëjmë më shumë ala që ta dëgjojnë më shumë. Vetëm i pyetje të vogël. Ja u bë kryeministri. Ja doli në opozitë PD-ja. Po. Supozojmë. Tani s'do i votoj PD-ja këto tre ligje. Ku do shkojmë? Që thonë gjithë ndërkombëtarët për qytetarët. Jam e bindur që Partia Demokratike do i nështrohet në procesin demokratizimi shumë të alternativë, s'ka vizion, s'ka projekt. Jam e bindur. Sepse çdo forcë që del në opozitë, padyshim një program kalon një këtë proces. Zoti Lazebeu, cila ishte faqja që u shfaq tek projekti 1000 faqesh në zgjedhjet 2009-s. 1000 faqe të bardha, alternativa e Partisë Socialiste. Publicitet për të rikthyer sërish dhe e keni ju fjalën zoti Lazebeu. Një karburant i mirë për makinën tuaj garanton një rendiment të lartë në djegje, ruan motorin, bën më shumë kilometra për të njëjtën sasi karburanti dhe motori juaj mund të punojnë në një regjim deri në -20 gradë Celsius. Risi, vetëm te Kastrati. Benzin 100 oktan Ultra Power 100 dhe naft Ultra Diesel 10 ppm. Direkt nga rafineritë më të mira italiane, vetëm te Kastrati. Ruaj makinën, ec më shumë kilometra dhe kurse. Ultra Power 100 dhe Ultra Diesel 10, vetëm te Kastrati. Are you ready to meet your new travel buddy, Wingo?
Now discover new worlds with him and enjoy the comfort of Turkish Airlines quality at lower prices. Wherever you go, it's easier with Wingo. Niseni ditën pozitivisht, me një shije dhe aromë të fortë, që të kaloni përtej ëndrave tuaja. Segafredo. Faleminderit, rikthehemi sërish në studio. Zoti Lazebeu, kam një pyetje për ju. E gjithë vëmendja lidhur me statusin e vendit kandidat, në fakt nuk është më tre ligjet, integrimi, ato fjalët e mëdha që ne themi, por janë zgjedhjet. Dhe për hir të vërtetës, atë që ne kuptojmë përveç politikanëve, po mendoj edhe masa e njerëzve që kanë një iluminim minimal të asaj që ndodh, është që zgjedhjet, se si dhe çfarë standarde do kenë zgjedhjet e 23 qershorit, ato do përcaktojnë edhe një lloj të ardhme politike të Shqipërisë. Në perceptimin tuaj, si parashikoni dhe me këtë klimë që ka nisur tash përsohet që në këto momente gjithë thonë ka filluar fushata, në fakt ne jemi një 3 muaj të mira përpara, si parashikoni? Nga një anë mos kemi Partinë Socialiste një lloj, po themi që ne po e ashpërsojmë këtë dhe po fillojmë të tani akuzat që të jemi në rregull, që Partia Demokratike të mblidhet mirë, dhe nga ana tjetër kemi një Parti Demokratike dhe zotin Berisha i cili thot Partia Socialiste do u mbas thellë, në fakt 23 vjet e kemi dëgjuar shpesh këtë fjalë të zotit Berisha. Edhe është, Filloi nga e para, nga PS një, Jo, atëherë, me që se keka për ta fillu përpara, po filloi që nga Basriu, se mbyti pe apo s'pe në program të Partisë Socialiste në 2009. S'kishte ta fillojmë fare ke Basriu. 2009 atëherë i bie në 2009. Kam kërkuar unë, s'kam program një faqe të bardhë. Zonja Dade, po e mohuat dhe këtë pasaj, po e keni pranuar vetë. E kanë shkruar Zoti Rama ka pranuar vetë. Edhe në konsulenca me kryeministra dhe ish kryeministra social-demokrat. Po më pse se më jepni program, po kërkova program, tani më jepni në 2009. Okej, ta lëm. Jo, përgjigjja ime është kjo, që unë shkruaj. Ju lutem. Ai dolën në opozicië, s'kishte program. Atëherë u punoj në institucion të pavarur, po edhe duke e mirëbesuar këtë që sapo thoni ju, pavarur nuk ka. Duke avokati po. Ka çfarë ju thoni nuk shot pavarur. Edhe pa program, Partia Socialiste doli 50-50 për të mos thënë që humbi sepse pa problematikë zgjedhje. Vajhalli sikur të dalë tani në qoftë se ka bërë një program që vërtet e ka bërë, një program super të detajjuar, të cilin unë gjithashtu nuk se e kam lexuar përveç se e kam marrë vesh nëpërmjet media, sepse pas ku ta gjej, programin e ke të faqe PS-s, kish ku ta gjej. Kurse për të dalë tek mos thumi u konsultua me Dalemon, me ish kryeministrin e Francës, me për të dalë tek ajo që thatë ju, landi natyrisht presupozohet, edhe është fakt, që zoti Berisha është politikani më i vjetër në Shqipëri, që do thotë ka eksperiencën më të madhe në Shqipëri. Ka edhe një parim, dash në legjislacion, dash në dispozitat hyjnore, pra fetare. Ai që është më i vjetri, ai që ka përgjegjësinë më të madhe, ai ka përgjegjësinë edhe më të madhe, sepse ka qenë presidente, kryeministër, ka bërë gjithçka me përjashtim të dorëzimit normalisht të pushtetit. Pra gjithçka ka bërë, ka shumë normalisht në pushtet, por për drejt, nuk ka ikur ndonjëherë normalisht në pushtet. Do të thënë për drejt. Po ja e duan jashtë votimeve, ta dorëzojnë pushtetin në mënyrë normale. Si counterparti historik, zoti s'ka drejt apo jo, aty jepet. Kjo për drejt është përgjithshme se penalizohemi nga një rotacion jo normal i pushtetit, penalizohemi të tërë, siç ndodhi në 97 si president Turi. Në 97 për mua Partia Socialiste u fut në skenë me vonesë dhe i mori pushtetin. Duhen numëruar votat, sepse shteti u shkërmoq. Kur ke më shumë vota nuk mund të lësh pushtetin, edhe pra edhe më të marrëveshje që natyrisht ka mberit zonë Berisha. Kur ka më tepër vota, zonë Lazebeu, në demokraci nuk lihet pushteti për merret.
edhe dorëzohet normalisht. Kur ke më tepër vota? Natyrisht, ti që fiton e merr pushtetin edhe tjetri ka demokracia pa dorëzon. Precedentin në 2005, tash mos I qëndrojmë, u dorëzua me dosje, duhet të qëndrojmë. Dakord, ja dorëzoj se e humbi, po fitojmë. Si mund ta marrë duke humbur se kjo është prapë ke 2005 edhe të qetësisë. Pra, edhe ju keni mbetur aty ku është stopuar historia e PS-s 2005. Fal. Tani fokusohet te kjo, do të thënë Partia Socialiste ka rritur presionin për zgjedhjet e 23 qershor duke dhënë një lloj alarmi që mund të vidhen zgjedhjet, mund të abuzohet dhe Partia Demokratike I thotë ja kthehen zoti Berisha, këto do të zgjedhjet më të mira të zhvilluara ndonjëherë dhe Partia Demokratike do fitojë thellë. Do të nisë nga dy premisa, sikundër janë dy precedent që unë mendoj janë problematik për sa kohë ato e shqetësojnë palën tjetër, te cila duam ne, është Partia Socialiste. S'don Partia Socialiste, ma tan ka Partinë Demokratike. Kështu që këtë pas një lloj partiprije ne duhet ta themi edhe pavarësisht nga konvencioni që jemi këtu. Përgjegjësinë për zgjedhjet e ka qeveria. Ku ma gjen ato kriteret pa plotësuara, edhe një qeveri që humb zgjedhjet e dorëzon pushtetin ashtu si kundër këta e dorëzuan I qëndroi prapë unë asaj të 2005-s. Okej. Për klimën e tensionuar, mjaftoi që të mos kalohet në fyrje e gjëra personale, po për qëndrime radikale natyrisht që ndoshta ato janë të pritshme. Okej, zonja Date, pyetja ime për ju, lidhur po me zgjedhjet. Si e parashikoni ju? Humbsi do t'i thotë fituesit ta gëzosh? Kjo varet nga zoti Sali që do humbi. E gjetët prapë. Kështu që në qoftë se zgjedhjet do të jenë pa dyshim shpresojmë dhe duhet punuar që zgjedhjet jenë të lira, të ndershme, konform standardeve, por praktikisht me këtë që ka filluar në Komisionin Qendror Zgjedhjeve dhe angazhimi jo ligjor I Parlamentit me shkelje kushtetuese, kjo është një parathonje për përpjekjet që bën Sali Berisha për t'i manipuluar zgjedhjet. Mos kthehemi tek rritja e popullsisë në Kukës e problemi që lindi me qarkun e Kukësit, sepse ato janë të konsumuara për opinionin publik. Dhe fakti që komisioneri Fyle sot shkruan dhe thot, shpresoj që angazhimet që morën në nivel të fjalëve të bëhen realitet dhe t'i përmbahen të përkthehen në vepra, kjo tregon që dhe vetë komisioneri Fyle edhe Komisioni Evropian ka një pikpyetje, nëse angazhimet që ka marrë sot Sali Berisha do t'i përkthej në vepra për të bërë zgjedhje të lira, të ndershme dhe konform standardeve. Për sa I përket Partisë Socialiste, sepse ne kemi dhe ne një rol për të luajtur në këto zgjedhje. A do ta bëj Berisha ose Rama atë që bëri Nano ta gëzosh? U qa preti zonja Dada thotë tani do humbë Edi Rama tash. Sali do ta heq nga lista Sali Berisha sikurse u tha këtu nuk ka pranuar ndonjëherë humbje në zgjedhje. Dhe të shpresojmë që kësaj radhe me zgjedhje të lira, të ndershme dhe demokratike që duhet I bëja I vetë të largohet nga pushteti për të mirë të shqiptarve, për të mirë të proceseve integruesme, për të mirë edhe që Shqipëria të jetë një partner digjitoz në Bashkimin Evropian, për të mirë të imazhit që duhet përmirësuar, sepse është shkatruar çdo gjë. Ka vajtur çdo gjë në humner, nga gjendja ekonomike, nga gjendja sociale, nga imazhi I vendit, nga opozita. Edhe madje edhe nga karta rajonale në politikën e jashtme që kemi ardhur në fund të turit dhe pyetjes. Zoti Gjipali, ju si e parashikoni? Madje ka lindur dhe shqetësimi për retorikën nacionaliste. Prap të largon nga ju lutem vetëm shkurt që t'ju japim kohë edhe zotit Neza dhe zotit Çollaku për ta mbyllur. Po, është gjithsesi është e vështirë për të bërë parashikime, por unë do të ritheksoj edhe një herë që shpresojmë që të jetë hera fundit që flitet për zgjedhje të lira demokratike në Shqipëri brenda standardeve, shpresoj që të mbyllet njëherë për gjithmonë ky kapitull. Është e qartë që pas zgjedhjeve të lira të pranuara brenda standardeve demokratike nuk ka integrim evropian të Shqipërisë. E kemi mësuar në kuriz këto 20 vjet, domethënë, dhe kjo është shumë e qartë. Unë besoj se kanë ardhur kushtet ku të gjithë janë lodhur duke abuzuar. Shpresoj që do shkojë gjithçka mirë dhe do. Zoti Neza, ju si parashikoni? Mendoj që do jetë një fushat shumë interesante, domethënë natyrshëm do ketë edhe përplasje. Me qenë se po pyet. Do ketë edhe përplasje dhe e parashikoj që humbsi nuk do njoh humbjen. Basil, duke
parashikuar vazhdimsinë e asaj çfarë po ndodh, po mund ta humni edhe ju. Po mund të Saliun e ka pas. Duke qenë se PD-ja do marrë dhe mandatin e tretë dhe zoti Rama është personazhi më i gjetur për të mos njohur zgjedhjet, edhe këtë radhë do bëj detyrën duke mos i njohur, duke shpresuar që të marrë pushtetin me humbje. Dëgjuam eksaktësisht sot nga kryeministri në grupin parlamentar. Sigurisht që nga zoti Rama kemi dëgjuar që nuk do votojmë 3 ligjet. Këto e kemi dëgjuar dhe shpresojmë kemi ardhur në fund të emisionit të ndëruar urime për dështimin zonja Dade. Sepse nuk i voton kur nuk zbaton. Urime për dështimin politik. Kemi ardhur në fund të emisionit, mua nuk më ngelet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj. Zonja Dade, faleminderit që ishit prezent dhe për mendimet. Zoti Lazebeu, faleminderit. Zoti Gjipali, faleminderit. Zoti Neza, faleminderit. Basir, faleminderit. Të nderuar teleshikues, ky është emisioni im për sot nga unë Orlan Çafoku, natë mirë.